të Ora News dhe të Channel One, mirë se vini, ora 6:30 minuta, nafton të bashkohemi dhe të fillojmë së bashku një rrugtim deri në orën 8:30 minuta, ku si fillim do të marrim disa informacione të shkurtra edhe nëpërmjet shtypit të ditës, por më pas do të jemi të fokusuar në informacionin më të rëndësishëm, atë që e sillni ju, atë që thoni ju, atë që mendoni ju dhe prandaj është ora e juaj. Ka pasur një ditë të ngjeshur dje me informacione, përveç përleshjeve në parlament, flas gjithmonë në kuadrin e deklaratave, ka ardhur edhe një ngjarje tjetër që ka sjell jo pak debate, siç është ajo e rrëzimit të një avioni në Ishëm të Durrësit, ku dyshohet pra se ishte për të testuar linjën e trafikut të drogës. Të paktën kështu thon burimet, se piloti italian ka pranuar se ka ardhur për të provuar pistën e më pas do të vinte të merrte 200 kg drogë. Kjo i ka kushtuar edhe vëmendje pra debatit publik, ka pasur edhe një moment, po themi, në parlament të tensionit që ka zbritur dhe më pas është shpërndarë edhe nëpër studio televizive ku ka pasur deklarata të forta. Mesdari Ertan Hoxha shoqëruar dhe është marrë në pyetje për rreth 3 orë lidhur me atë çfarë ka deklaruar se ka qenë i pari që tha që italiani do të merrte drogë në Shqipëri. Megjithatë, ne do të shohim sigurisht në vijimsi të ditës atë çfarë do të sjellin veprimet hetimore, ndërkohë që post parlamenti sigurisht lëshire hidhur debatit të madh që bën politika zakonisht në sallën e kuvendit. Si gjithmonë, do ta nisim me shtypin e ditës, e premte 16 shtator 2016 dhe do ta fillojmë me gazetën e parë për sot, e cila është gazeta Koha Jon, që titullin e madh ja ka rezervuar pikërisht zhvillimeve në parlament. Titulli kryesor i saj është "Në parlament punë qensh" në faqen 3. Nuk ka dhënë shpjegimet më teshme e gazeta Koha Jon, kaq është mjaftuar. Ndërkohë i rezervohet një titull i madh rastit të avionit. Avioni italian rrëzohet në Durrës, prokuroria nis hetimet për trafik droge. E keni shkrimin në faqen 9 shoqëruar me foton avionit që udhëtonte pa leje në Shqipëri i rrëzuar dje në zonën e Ishmit në Durrës. Replikat, libra dhe droga, të gjitha akuzat dje në kuvend, në faqen 4 dhe 5, intervista Shehi PD vjen në pushtet nëse nuk ka dualizëm të brendshëm. Faqen 7 është Dashamir Shehi i LZK-s që jep të intervistë. Debati, Topalli do flasë me Donald Lu për drogën, kemi kryeministër Al Caponën. Raporti, puna dhe pronësia ja përse përplasën shqiptarët gjykatave. Koment pse politikanët duken më të rëndësishëm se intelektualet nga Gzim Tushi. Forum, Deliri, Saliri dhe Iliri nga Ben Blushi në faqen 6 është një shkrim pra nga fjala e djeshme e deputetit socialist Ben Blushi në kuvend. Sa i përket editorialit të gazetës është nga Nikollesi në faqen 2, pse vetëm Koço Kogdhimës i hoqi mandatin e deputetit kushtetuesja. Shtroi një pyetje, cila besoj se duhet marrë përgjigje në shkrimin në brendësi të gazetës Koha Jon nga Nikollesi në faqen 2. Opinion të gjithë të varur nga Frok Çupi në faqen 11. Shëndetësi, vetit kuruzet qepes, ulja e sheqerit në gjak, kolesterolit dhe luftimit parazitve, ja kura popullore që ndihmon në trajtimin e duhur të sinozitit. Turizmi, shqiptarët shpenzuan 500 milion euro jashtë vendit, është një shkrim pra që e gjeni në faqen 22. Vërtet një shumë e madhe kjo. Ecë më tej do të shohim një tjetër të përditshme për ditën e sotme, është gazeta shqiptare, e cila titullin e madh e ka pikërisht për avionin e rrëzuar dje në Ishëm. Piloti italian do të merrje 200 kg drogë. Misteri, Guido Guidi lirohet në mesnat, tregon itinerarin. U nisëm me Piper nga Milano, i la shefat në Bari, aty më dhan hartat. Avioni në Ishëm, 69 vjeçari rrëfen, më porositi grupi i Milanos. Gazetari investigativ, krimet e rënda, shoqërojnë Ertan Hoxhën, nxore sekretin, është ky pra vazhdimi i diskutimit lidhur me rastin e këtij avioni. Debatet, Rama Berisha plas sherrin parlament për drogën e Dibrën, është shkrimi pra që vjen i lidhur pra me këtë histori. Ndërkohë ndër lajmet e tjera që gjen gazetën shqiptare janë në faqen 11, i dyshuari për abuzim me vajzën 15 vjeçe, gruaja dua ta pështyj, por për mua ka vdekur. Jolanda Gurakuqi, jemi të traumatizuar, është shkrimi që vjen në faqen 11 të gazetës shqiptare. 3 faqe speciale, legalizimet 1000 familje që marrin tapit në gjithë vendin, sipërfaqja që do të përfitojë secili në Tiranë dhe në rrethe, lista emërore
nga Ornela Manjani, e gjeni në brendësi të gazetës shqiptare, pikërisht në faqen 14 dhe 16. Reperi mesazh në Facebook, Noizi, dikush do të mbaj përgjegjësi. Shihemi, thot pikërisht në Facebook, Drini Zatriqi i shau të dashurën getoarit. Ish menaxheri Babastars e ka nisur sherrin vet që të merrte famë. Është një shkrim në faqen 17 që i jepet hapësirë pra pikërisht kësaj përplasje të reperave që ka përfunduar në përplasjet armatosur. Po gadet se vrasja e djalit 18 vjeçar dalin SMS-t kërcënuese mes dy të rinjve në faqen 10. Vazhdon historia. Vlerësimi profesional mas rregulloria për testimin e drejtuesve të shkollave në faqen 13 është një shkrim tjetër. Ndër analizat e kësaj gazete është nga Cecilia Plasari, letër Robert Drenikës të së ardhmes, faqen 20-21. Një tjetër opinion vjen nga Lavdosh Ahmetaj, çfarë pengon dialogun shqiptaro-serb në faqen 18 të kësaj gazete, pra gazeta shqiptare. Kalojmë në shtypin tjetër ditës, është gazeta Shekulli, titulli i madh është pra pikërisht referuar pronave. Pronat ndahen 1022 certifikata. Shekulli boton sot emrat e përfituesve të shpërndarë në 10 qarqe të vendit. Përveç individëve, përfitues në disa parcela toke janë edhe komunitetet fetare. Përfituesit në Tiranë, Vlorë, Fier, Berat, Shkodër, Kukës, Gjirokastër, Elbasan, Korçë dhe Lezhë është një shkrim që e gjeni në faqen 16 dhe 17. Hetimi për trafik, avioni drogës, 2 dëshmitë e italianit që ngeci në Ishëm, deklaratat kontradiktore të pilotit që urrëzua dje në mëngjes në Durrës dhe skeda kriminale e tij. Debatet e ashpra në kuvend, Noka informoi Tahirin në faqen 4 dhe 5. Titujt e tjerë të kësaj gazete, Shkodër, vëllezërit vrasin kushërinë, hetojnë konfliktet për kanabis. Një tjetër ngjarje pra që vjen nga Kronika në faqen 13. Përsëri kronik, vrasja në Pogadec, nëna 17 vjeçare të vrarë kërcënon me vetë gjyqësi në faqen 12 dhe 13. Beta Ambo kërkon që ndaj vrasit të birit të jepet dënimi maksimal. Publikon mesazhet kërcënuese mes dy të rinjve. Shekulli Shëndetësi, zjarri natës, sëmundja moshës së tretë, është në faqen 18 dhe 19. Akuzat e UEFA-s do të pyeten 120 gjyqtarë dhe zyrtarë futbollin, faqen 21, bëhet fjalë për trukimet e dyshuara. Titujt e tjerë të gazetës Shekulli, kemi siguracionet, autoriteti i konkurrencës riheton kompaninë në faqen 14. Importimi i plerave për të plotësuar kërkesat e një grupi biznesi në faqen 9 nga Niko Peleshi është shkrimi në fakt që vjen pra për të shoqëruar pikërisht edhe për të sqaruar çështjen e ligjit për mbetjet. Vërejtjet, konsensus PSD për SPAK-un që do të luftoj krimin dhe korrupsionin në faqen 10 dhe 11, pakten për diçka bien dakord. Eci mëtej do të ndalim një tjetër të përditshme është gazeta Tema, e cila titullin e madhe ka shoqëruar me foto. Tensionin kuvend, Flamur Noka tenton të godasë Sadria Bazin, faqen 4-5, qenë të luftës shpërthejnë, thotë gazeta Tema. Titujt e tjerë në krye të gazetës, radikalizmi i Bashës si përgjigje për nenin 35 në faqen 6. Antena brenda familjes, Kunati zbulon kopjen e parë të fjalimit të Lulit pas zgjedhjeve në Dibër. Në faqen 6 dhe 7 është idejnë për të qeverisur vendin Lulzim Basha, shtron pyetjen gazeta Tema, sigurisht që besoj se du t'ja pyetje vetë. Editorial Merobaze, fillimi i ri i opozitës, përpjekje për të bërë si e fort në faqen 8. Andi Bushati, Rama taljet e turpshme me Gërdecin, faqen 8 dhe 9. Bajlinda Bregu, për gjithë ata që thonë pse tani po t'i ç'ke bërë në faqen 9, është një shkrim pra që vjen nga deputetja demokrate. Naumara, të gjithë për një copë elektorati të majt, është një shkrim që e gjeni në faqen 9. Të varfër, shqiptarët shpenzuan 500 milion euro jashtë vendit për pushime në 6 muajt e parë të 2016, faqe 11. Deklarata e fortë e Astrid Patozit, edhe PD ka përdorur bandat për djedhur vota në faqen 3. Grabitja maramëndse për i 45.000 katrorë në Gjirin e Lalzit, vendimi skandaloz i gjykatës ish punojnë se Argita Maltezin, faqen 10 dhe 11, shkrimi i gazetës Tema. Eci mëtej, gazeta Mapo me titull kryesor të saj është pikërisht fokusuar tek ngjarja me avionin italian, dëshmia e pilotit italian. Në Shqipëri erdha të provoja pistën, rrugën tjetër do merrja drogë. Dëshmia e guidit, prokuria ndalon gazetarin Artan Hoxha për nxjerrjen e sekretit hetimor.
Ben Blushi Dibrën e prodhoi Saliri, e transportoi Iliri dhe e kopjoi me sukses. Deliri është një shkrim pra që vjen nga fjala e Ben Blushit në faqen 4. Deputeti Blushi shpjegoi dje në kuvend se përse në Dibër fitoi thellë rilindja. Sipas tij Dibranet janë zhytur në varfëri ekstreme dhe ata nuk votuan të majten për këtë, por qeverinë kushdo që të ishte ajo. Titulli tjetër i madh i gazetës Mapo, dëmi 30 milion. Mashtrimi me aktivitetet sociale, 18 muaj burg ish ministrit Spiro Ksera. Një ish ministër dënohet për herë të parë nga gjykatat shqiptare për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Spiro Ksera, i cili është në qelim me vendim gjykate, tashmë do të vuajë 18 vjet, fakt ishte 18 muaj, por gjithsesi ka një gabim gjatë 18 muaj burg për abuzime me fondet e shtresave nevojë. Reagon avokati, nuk ka element vjedhjes, do apelojmë vendimin faqen 7. Komenti në faqen 11 nga Chris Patten, Theresa May dhe Brexit është një shkrim pra që vjen rreth zhvillimeve ndërkombëtare. Koment në faqen 11, përgjigja është decentralizimi i plot nga Gentian Kaprata, që vjen pra në gazetën Mapo. Opinion, loja me matriushkat ruse në zgjedhjen e kandidatëve për Universitet Valbona Nathanaili në faqen 10. Rritja e çmimit, konkurenca hap hetimin para prak për tregun e sigurimeve në faqen 6. Ngërç nga Bujar Kapexhiu është unë fitoj me brek e pa brek fitimtaret, është titulluar, ndërkohë që suplementi Mapo shëndetësi si jeton gurët në veshka dhe rreziku i infeksionit. Shtatzania jasa do paguheni në faqen 13 dhe në faqen 17, pra është suplementi i shëndetësisë. Të ishën edhe titujt kryesorë të gazetës Mapo, eci më tej me gazetën Dita, e cila në faqen e saj të parë ka lajmin e vonë, çohet në prokurori pas emisionit Opinion Artan Hoxha. Ndodhi mbrëmë në mesnat në TV Klan. Prokurori Përparim Kulluri urdhër shoqërimi për nxjerrje sekrete jetimore pas një deklarate për avionin e ishmit që erdhi me SMS. Policia në Klan, Hoxha në prokurori me makinën e Blendi Fevziut. Titulli i madh i gazetës, shoqëruar me foto, është një gjyqtare e Durrësit, njihni Joanën El Alzit. Kush është Miki Argita Berishës që tjetërsoi 45 dynim në gjirin e Lalzit, karriera e rrufeshme e vajzës së prokurorit që dënoi Fatos Nanon dhe faksimilet e një vendimi të atashëm. Pak prokurori nuk dënon. Eci më tej me të tjerë tituj, reagimi Enveri na la të varfër, por këto pasuri që po vidhen, shtrohet pyetje nga Muharrem Xhafa. Në brendësi, në faqen 12 dhe 18, kush është Kovaçi i fundit i Korçës nga Entela Resuli. 10.022 emra që marrin legalizimin, lista në 10 qarqe është në gazetën pra Dita, në brendësi pra nga faqja 12 dhe 18 janë të lajme. Dosier, Ana Erret, Aleanca e Konicës me Esadin dhe denigrimin ndaj Ismail Qemalit nga Fitim Çaushi vazhdon pra dosieri ndaj për sa i përket faj Konicës në gazetën Dita. Eci më tej do të shkojmë në një tjetër të përditshme, është gazeta Standard, e cila në titullin e saj të madh ka dyshime trafiku pas riformatos vjen Guidi, rrëzohet avioni në Ishëm në faqen 2 dhe 3. Piloti 69 vjeçar kishte hyrë dhe 2 herë më parë në Shqipëri dënuar me burg për korrupsion, po bëja xhiro mbi Bregdet për shkak të kohës së bukur, por pata defekt. Aviacioni civil e Alp Control, piloti italian nuk ka pasur leje fluturimi. Pistë e sheshuar pranë zonës dhe më pak beton të shtruar për lehtësi ulje. Basha avioni rrëzuar prove funksionimit të kartelit. Berisha fluturonte 2 herë në javë. Titulli tjetër i gazetës Standard është dosja zbret në kuvend, Berisha ta rrëzojmë qeverinë e kanabisit. Blushi në Dibër fitoi frika nga qeveria në faqen 4. Zbardhet ekspertiza, vajza 12 vjeçare u përdhënua dhe nga persona të tjerë përveç njerkut, faqen 7. Një shkrim që e gjeni pra në brendësi të gazetës Standard. Në Pogradec, vrasja e 18 vjeçarit, nëna kërkon drejtësi, në të kundërt do të bëjë vetëgjyqësi në faqen 8. Maturantët ndryshojnë kriteret për raundin e dytë, do të zbatohen propozimet e LSI-s në faqen 12. Kështu që lexojini mirë që të mos keni përsëri probleme, fjala është për maturantët. Në teatrin kombëtar premier, kujtesa e ujit hap sezonin e ri. Regjisoria ministria ka dhënë fond minimal në faqen 17 nga Kultura. Legalizimet 1022 emrat e personave që përfitojnë pronësinë e truallit, miratohet kalimi i parcelave ku ka ndërtime pa leje, është në faqen 19 dhe 21. Debate nga qenë luftën e Halabak, Noka tenton të godasa bazin, Rama Topalit, midis teje dhe flamurit të zjedh ty 1100 herë. Koncensioni kundër ligjit, lojrat e fatit, qeveria luan bixhoz me ligjet të qarton vetë në faqen 10 dhe 11. Në brendësi të gazetës është edhe
suplementi sportiv, legjendat bardhe blu e futbollit shqiptar, Tirana, klubi më i suksesshëm shqiptar në luftë për të arritur titullin kampion. Eci mëtej, shkojmë në gazetën e përditshme Telegraf, është titulli madh, ministri që bëri kurban tendrin 600 milion ditën e Bajramit, ndërkohë që në 12 shtator shqiptarët fistonin kurban Bajramin, Ministria e Ekonomisë bënd të tendrin për konsulencën e turizmit që sapo kishte mbyllur sezonin faqen 3. Ashashi trullos avionin italian, piloti italian Guido Andrea Guidi, pjesë e klanit të drogës dhe armëve rrëzohet në pistën e improvizuar vetëm disa metra larg Bergdetit, ndërkohë që policia njofton pas 4 orësh në faqen 3. Turqia përzë 1310 student, është Sultani Erdogan me të ashtu quajtur nga shteti largon nga Turqia qindra mijëra të huaj mes tyre dhe studentët shqiptar me akuzën si puçist. Reciprociteti i munguar i Tiranës zyrtar në faqen 6, pra bëhet fjalë për studentët shqiptar që studojnë në Turqi. Tjetër titull kryesor të kësaj gazete, kemi një shkrim nga doktor Anastas Angjeli, profesor doktor Anastas Angjeli, bashkëpunimi i ri dhe efikas i Shqipërisë me BE do të sjellë më shumë përfitime financiare për ekonominë në faqen 10 dhe 11. Ben Blushi në kuvend me Dibrën e Lindja tregoi se po imiton regjimin e Erdoganit që mbahet në këmbë nga provincat e varfra. Prag katastrofe, Blu Panorama, kompania ajrore përfshihet nga flakët duke rrezikuar jetën e qindra pasagjerëve në faqen 9. Vende pune për administratë, Delvin kërkohet punësimi i arktarit me arsim të mesëm, por me master në gjuhë të huaja. Corbyn pranohet financiera me kusht që të jetë edhe infermiere me shkollë të lartë. Shumë interesante këto zbulime të gazetës Telegraf që gjenin faqen 7. Shkencëtarët Detina dhe Argita Zalli janë këto pra përvojë angleze, amerikane, mbërrin në 1 tetor 2016 në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë, ja si të aplikoni në fakultetet e huaja për studim dhe punësim. Tjerë titull i keni në brendësitë gazetës, opinion dhe koment, shqiptarët mes BE dhe Selisë Shenja, Dr. Qemal Lame në faqen 5, Nën Tereza dhe shqiptarët e Amerikës nga Beqirsina në faqen 2. Mozaik dhe aktualiteti gjenin në faqen 6, pikërisht Kastrati provon se kompani shqiptare janë të afta të menaxhojnë konjunksionet të rëndësishme. Në faqen 14 dhe 15 si sot 74 vjet për herë të parë u mblodh konferenca e Pezës, ngjarja më e lavdishme e Lanç. Qeveria miraton titujt e pronësisë, pronarët e 1000 ndërtimeve informale dhe çarqet e vendit, faqen 16. Shkojmë në gazetën 55 me titujt e saj kryesor, është gjithçka për drogën, pista avionësh, trena, skafe. Zanafilla e avionit rrëzuar në Ishëm, faktet nxjerrin bllaf policinë e shtetit. Dëshmitari okular, avioni bën lëvizje dyshimta, ul rreth orës 8:45, është edhe fotoja përkatëse. Emri Edi Ramës për më shumë se një dekadë lidhet me kulturën e drogës dhe legalizimin e saj. Makineria kriminale që ai drejton me ardhin në pushtet, po i kushtohet vetëm drogës, duke vënë në shfrytëzim tokën, detin, ajrin e ndoshta dhe nëndetin, është një koment pra që bën gazeta 55 shoqëruar pra edhe me lajmin për avionin. Basha Rama zgjodhi të ketë fundin e kartelit, populli do ta marrë përpara. Edvini po respekton kodin e heshtjes me kartelin e drogës. Asnjë fjalë për blerjen e votës në Dibër. Denoncimin në Shqipëri janë mbjellë si vjet 20 milion rrojnë kanabis, ish kryeministri Berisha për llogaritjet raportit fshet, nëse llogarisim sifaqen e paralajmëruar në raportin e shërbimeve partnere, në Shqipëri janë mbjellë të paktën minimumi 20 milion rrojnë. Dita, investigimi Dibra rezultati i parave të krimit në pushtet, është një shkrim i gazetës 55, forum, skandal në ditën e 3 të shkollës, nxënësit nuk i kanë të gjitha librat. Portret politikanësh nga Lugina e Përsheves, Shaib Kamberi, politikani praktik, realist e progresist nga Sevdail Hyseni, janë shkrimet e faqes parë, ndërkohë që vazhdojmë me politikë, Komisioni i Reformës, shumica e propozimeve të opozitës gjenë dakordsinë e ekspertëve të Obdat dhe Uralius, Bylyk Bashi antikushtetuese, varësia nga institucionet e qeverisë. Bëhet fjalë për SPAK-un. Kalojmë në një tjetër të përditshme, është Rilindja Demokratike, organ i Partisë Demokratike të Shqipërisë, është rruga e vetme rrëzimi i qeverisë. Makina e OSSE-s transportojnë në të 4 anët të Shqipërisë drogën. Në gjithë vendin 20 milion rënë drogë, thot është pra citim i zotit Berisha. Ndërkohë, fotoja madhe është pikërisht shoqëruar pra me lajmin kryesor, piloti italian tregon emrat. Tahiri bashkëpunoi me trafikantët e drogës. Të gjitha të dhënat janë se avioni është porositur nga karteli i drogës Artur Bushit. Avion e pistë për trafikun e drogës. Dëshmia e pilotit ella të testoj pistën dhe të marrë ngarkesën e drogës.
Titujt e tjerë që lidhen po me këtë ngjarje, piloti Guidi i dënuar për korrupsion në faqen 4 të gazetës Dëshmitari, kemi parë të tjerë avion në faqen 5, pra bëhet fjalë gjithmonë për Ishmin. Në faqen 9 në Kuvend denoncohet krimi elektoral, është shkrimi rreth debatit në Kuvend, ndërkohë që kemi edhe titujt e tjerë, Basha Rama fund fatal si ai kartelëve të drogës. Në brendësi, në faqen 11, 2 tarifa të reja fermerëve për ujitjen e kullimin në brendësi të gazetës Rilindja Demokratike, ndërkohë që editoriali është nga Blendi Kasmi, një problem amerikan me drogën dhe $7.7 milion është titulli pra që i ka dhënë gazetari Blendi Kasmi, kryedaktori i Rilindjes Demokratike, shkrimit të tij. Integrimi është gazeta tjetër që vjen në këtë moment, organ politik është i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Intervista Ministrja e Integrimit Klara Gjosha, suksesi i reformës në drejtësi, Shqipëria më pranë BE-s. Reforma administrative është një nga reformat më të suksesshme që qeveria ka ndërmarrë në këto vite, e përgëzuar dhe nga Komisioni Evropian në raport progreset, pikë e fortë e raportit vitit 2016. Ndërkohë, në foto të madhe shkrimi me titull Lefter Koka, inkurajoi qytetarët të përdorin mjete alternative transporti, lançohet fushata Java Europiane e Lëvizshmërisë me moton Transporti inteligjent, ekonomi e fortë në faqen 4. Lajmet e tjera janë nënkryetaria e Kuvendit në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Valentina Leskaj, Parlamenti kontribut themelor në avancimin e agjendës europiane. Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural e Administrimit të Ujrave, financimet e huaja për bujqësinë vitin 2016 llogaritën në 2.1 miliard lekë. Faqen 4. Qendra Rinore e Bashkisë Berat me të rinjtë e shkollave të mesme, leximi i librave me mesazhe sensibilizuese për të zvogëluar përdorimin e rrjeteve sociale. Drejtori i Inspektoratit Punës në edicionin e 4 të panajirit të punës në Bari, në faqen 7, Dritan Ylli, rezultatet e dukshme në luftën kundër informalitetit dhe punës ilegale. Koment sfidat me të cilat po përballet Europa pas Brexit. Barbara Weissel e Deutsche Welles shkruan në faqen 10 të gazetës Integrimi. Strategjia e zhvillimit ekonomik botror nga Bjorn Lomborg, projekt Syndicate është një tjetër shkrim shumë aktiv, projekt Syndicate me shkrimet të lidhur me zhvillimet ndërkombëtare, gjeni në faqen 11 të Integrimit. Kalojmë mëtej në tjetër gazetë, është gazeta Ballkan, e cila vjen me titullin kryesor Pensionet suplementare, si do të llogariten pagesat sipas referencës. Vendimi i ri i qeverisë, dokumentat që kërkohen nga personat e interesuar. Hartohen listat për gjitha kategoritë përfituese, është ky shkrimi pra për pensionet suplementare, është shoqëruar edhe me foton konkrete. Lejet e ndërtimit brenda 60 ditëve, merr fund kalvari i korridoreve, dyreve zyrave, rryshfeteve e sekserve në faqen 7. Kryeministri Rama pra ka lajmëruar këtë nëpërmjet Facebookut. Fakt, Kryeministri Rama ka deklaruar dje se linja urbane ka përfshirë edhe lejet e ndërtimeve duke aplikuar online një kohë rekord brenda 60 ditëve. Lista ishte për ndjekurit emrat që përfitojnë këstin e tretë në faqen 12. Pranimin e universitetit ndryshojnë kriteret për fazën e dytë, zgjidhet ngërçi maturantëve pas bisedimeve të LSI-s me ministrinë. Debatin Kuvend palët akuzojnë njëra tjetrën si nën efekt të droge, faqe 2. Vettingu ligji për hetimin e zyrtarëve të lartë me 22 shtator në faqen 3. Donald Lu për një politik pa korrupsion dhe pa kriminal në faqen 4. Turizmi jashtë i shqiptarëve shpenzuan 500 milion euro në 6 muaj në faqen 6. Opinion, demokracia e falsifikuar nga Afrim Krasniqi në faqen 10. Është pra opinioni i përzgjedhur nga gazeta Ballkan, tregu i punës në Shqipëri nga Ornela Memushi. Dosier, dokumenti i bujshëm i sapo deklasifikuar i CIA-s, Enver Hoxha vuante nga kanceri, për trezërvari i Byros Politike për sëmundjen e udhëheqësit. Kompensimi ndihma shtetërore për shërbime publike, ja sa para do të marrin biznesin në faqen 6. Këshilla mjekësore, zbulohet ilaçi Alzheimer që ndalon dobësimin e memores në faqen 13. Klubi i Ballkanit, qeverisje rripash nga Ermir Hoxha në faqen 9, është titulli i fundit i gazetës Ballkan, faqen e saj të parë. Kalojmë në shtypin sportiv, është gazeta Sport Express, flet kapiteni kombëtares, afron rinovimi për Mavrajn, një moment mendova të iki, të Kölni përgatisin kontratën e re dhe për 2 vjet. Brojtësi, unë jam tip që mendoj për momentin dhe tani jam përqendruar te Kölni. Pas përfundimit kontratës do shohim për vendin e parë për muaj ze klubi gjerman. Është pra sa i përket
lojtarit tonë të kombëtarës që luan me Kölnin në Gjermani. Bomberi Sadiku mban premtimin, gol rekord në El Madrigal, sulmuesi realizoi vetëm pas 2 minutash me një gjuajtje nga jashtë zone, asnjë shqiptar tjetër në historinë e Kupave të Europës s'ka shënuar kaq shpejt. Megjithatë, Zëriu humbi 2-1 përballë Villarrealit. Titulli i madh i kësaj gazete, pra Sport Express, është si ndryshon ligji i sportit, zbalet drafti i plot i depozituar në parlament. Përsëri arnime, po s'ka ndryshime rrënjësore. Ruhen institucionet, por mbetet e brisht figura e sportistit dhe çka duhet të përfitojë pas sportit, faqen 12 të kësaj gazete. Rreth Superligës, Skënderbeu Takaj do 9 pikë në 3 ndeshje duke nisur nga Laçi, faqen 2 dhe 3. Presidenti i klubit Korçare quan detyrim fitore ndaj Kurbinasve, pritet të ketë një takim mes bosit dhe ekipit. Klubi sqaron çështjen Boniface, publikon vendimin e FIFA-s. Është titulli i madh i kësaj gazete, pra shoqëruar edhe me foto. Flamurtari, euforia tërbon Maganin, dush të ftohtë lojtarëve në faqen 6. Tanjej Vlonjatëve ka shkundur grupin e futbollistëve u tërheq vëmendjen për faktin se asgjë nuk është arritur. Partizanit kuq në Durrës për të vijuar traditën në faqen 7. Tirana gjyqi me ish klubin, po drejt fundit Cisse gëzon. Faqe 4. Kuksi, Guri dhe Greca janë ata idhujt e rinj, faqen 5 të kësaj gazete. Vllaznia Cungu ndryshim në 11-shen me Flamurtarin, faqen 8. Europa League, Inter i zhgënjen ndaj izraelitëve, Mourinho e pëson në Holand. Mbyllen ndeshjet e para me shumë surpriza. Roma në barazim 1-1 ndaj Plezërinit të Kaçës. Sassuolo shtron Trisin ndaj Bilbaos, për Fiorentinën vetëm 1 pikë në Greqi me PAOK. Ndeshjet sot, Chelsea Liverpool dhe Sampdoria Milan e premte me ethe futbolli, sigurisht për tifozët e Milanit dhe të Chelsea dhe të Liverpoolit. Kalojmë në një tjetër sportive, është e fundit, gazeta Gol. Korabi shtekton në Elbasan për ndeshjen e radhës. Dibranët, duke qenë se nuk kanë në stadiumin e tyre, por edhe nga që Selman Stermasi në shtëpinë e marrë me qëra e kanë në shfrytëzim të zotës shtëpisë, kësaj ere kanë qenë detyruar të bëjnë të zgjedhjen faqen 2. Titulli me foto, FIFA, Shqipëria 3 vende, -3 vende, Kosova shkruan historinë, faqen 2. Licencimet kategoria e parë shtyhet edhe me një javë në faqen 2. Shkodranët Vllaznia me të njëjtin formacion edhe ndaj Flamurtarit, Bardhe Blut në pritjet FIFA-s Tirana rigjen Muzakën. Skënderbeu Boniface, lojtar i Trepçat 89. Këtë e bën të ditur vetë klubi Korçar nëpërmjet një komunikimi zyrtar në faqen 2. Këto janë edhe titujt kryesor të shtypit për ditën e sotme. Kemi mbyllur kështu me gazetat sportive dhe padyshim që të gjithë titujt e tjerë kryesor i përcollen pra të gazetave që kanë ardhur në redaksin tonë dhe sigurisht vëmendje pati trafiku i drogës dhe debati në kuvend. Tani është momenti që pas një shkputje publicitare do të jemi përsëri bashkë, do të komunikojmë edhe do të ndërtojmë një tjetër marrëdhënie informative që është ajo mes jush dhe publikut që na ndjek, gjithë secili që mund të bëhet pjesë e atij që do të thotë diçka, të adresojë një problematikë, të jap një mendim apo sugjerim dhe duke filluar sigurisht të komunikoni nëpërmjet dy numrave tanë telefonit 04 23 44 720 dhe 069 670 24 janë dy numrat në dispozicion me të cilet ju mund të bëni pjesë e këtij programi. Është ora juaj, mos u largoni, qëndroni me ne, do të jemi për 1 orë 30 minuta në dispozicionin tuaj për të komunikuar nëpërmjet telefonit. Është shumë e rëndësishme që të thuhet me zë të lartë atë që mendoni. Shumë herë vuajmë pikërisht për këtë. Publicitet. Jemi rikthyer përsëri bashkë, dashur miq, do të jemi drejt për së drejti për të komunikuar së bashku nëpërmjet dy numrave tanë telefonit. Do t'i keni më njëherë në ekran, kështu që pa humbur kohë do të fillojmë të komunikojmë me ju, miq, që jeni protagonistët e real të këtij programi. Është ora juaj dhe është momenti që ju të thoni fjalën tuaj. Presim pa humbur kohë telefonatën e parë për sot. Alo, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes. Mirësevë, zonjë, përshëndetje. Klas nga Fieri. Po, përshëndetje. Kam një problem me tokat. Po? Unë jam trup nga zona e Mafit dhe jam e martuar në Leva Bëshiri. Po. Unë atje tek prindrit nuk kam marrë tokë dhe këtu nuk kam tokë. Po pse nuk keni tokë në Levan? Se, okej, në Matë e kuptoj, po në Levan se nuk e keni? Nuk më kanë dhënë këtu, thonë se përfiton nga tokë i burrit. Po bashorti juaj pse nuk ka marrë? Ka marrë tokë, ka një dilym me 200 metra. Po ju pse jeni jashtë kësaj prone?
sepse nuk ma japin komuna këtu, komuna e Levanit. Njësi administratorëve. Çfarë ju thonë, për çfarë arsye? Me qenë se nuk më jep një tokë, ta shumë pak të më lidh një asistent sociale, se unë burrin e kam të smur pres një operacion të rënd tash për t'i heqë syze në urinet. Po. Dhe nuk është i zoti as punoj tokën as dhe as një lloj pune, sepse është në gjendje të rëndë shëndetësore. Po këtë një dënym e gjysëm në mos gaboj thatë, tokë që ja kanë dhënë bashkëshortit tuaj, kush e ka tani, kush e punon? Absolutisht njeri s'ka ku se punon, kush do ta punojën, ajo është 2 orë larg që ktheja, unë nuk kam mundësi punoj. Kuptoj. Pra, ju vetë, duke qenë se bashkëshorti është i smur, nuk arrini dot ta punoni, qartë, e kuptoj. E kuptoj. Po, për kajen sociale, ndimin ekonomike, çfarë ju thanë kur u paq? Nuk më japin, nuk përfiton nga toka që ka burri, sot nuk je mundësi që të marrë asnjë ekonomike. Të tjerë marrin një ekonomike në kohë që ato kanë dhe edhe tokë. Ka të tjerë që e përfitojnë duke pasur tokë në Levan? Pa tjetër. Kam qenë vetë atje dhe kam dëgjuar gjithë gjërat. Qartë, e kuptoj. Unë të falenderoj shumë që denoncuat të rast, sigurisht që zyrtarët e njësisë administrative në Levan duhet japin një shpjegim për këtë dhe ne do t'ja bëjmë një apel edhe një kërkesë njësisë administrative të Levanit, pra ish komunës. Drita Dule. Urdhë? Quhem Drita Dule. Drita Duli, okej. Faleminderit shumë zonjë, ju përshëndes gjithë mirat. Në fakt, sigurisht këto janë çështje që duhet të marrin zgjidhje, nëse nuk ka tokë, sigurisht ka mundësi për t'ia ardhur ndihmë apo mundësi punësimi të tjera. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Unë jam ai azilit të Kallajsëre, po që 3 herë që u marrë në telefon, ju lutem shumë. Po jemi duke u marrë, sigurisht nuk është kaq kollajse, nuk do të na pronojnë drejtuesit e azilit që i harxojnë paratë tuaja, megjithatë ne jemi duke i pyetur, kemi pyetur ministrinë, jemi duke u interesuar dhe do të kemi mundësi ta investigojmë këtë çështje sepse është një çështje shumë delikate. Po dërgoni njëri këtu më vëlla, ç'a bëni këtu? Do të dërgojmë se merren informacionet, do ta dërgojmë patjetër. Mirë, faleminderit. Faleminderit. Në fakt është një çështje. Faleminderit zotërisë për këmbguljen. Në fakt kemi pyetur duke marrë informacione të duhura, fondet që shkojnë për këtë institucion, sa shpenzohen, sa shkojnë. Sigurisht nuk është shumë e thjeshtë, sepse bëhet fjalë për një denoncim nga brenda institucionit, nuk e di se sa e rëndësishme mund të jetë kjo. Pra dhe e vërtet, pasi bëhet fjalë për një histori shumë delikate. Megjithatë, do të ishte shumë e rëndë nëse provohet vërtet dhe nëse thuhet që vërtet ka abuzime me ushimin e pleqjve në azil. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Desha të jap i mendim pa emision ndjer për këto punë drogës. Po patjetër ju dëgjoj. Po, se dela ministri, zënës ministri më shumë i paftyrë aty ku del aerodromi aty për pa i rregullum, i shtrum një metë gjys aty, pa piktur del aty thot, vazhdo thot ndjek, ose i bëjte analizat i Salianit që thot për çdo gjë, ai ka dhënë me fakte, me zonë me figurë, me video aty, pa piktur del aty thot nuk kena bërë pamundën. Qartë. Po ju nga telefononi? Nga Tirana. Po, okej. Keni informacione, keni dieni për raste droge që flisni? Kush është ai gjët që bën dele bie kafshëm aty, pa piktur me kanë shkuar marr gazetari në 24 se kanë marrë në prokurori atje. Kush është ai që dele kafshëm atje? Po të konspirimi qartë që janë, ndash për krimi, ndash për gjitha. A kuptoj. Po çfarë do më thonë është me zonë figurë këtu po aty. E drejtë. Edhe gjëja e parë që ka nuk kapet autori, shumë kapet ato informatori. Marrin pa piktur, marrin atë informacion që ka dhënë njoftim për avionin, marrin bëjmë prokurori atje. Qartë. Kjo është eti. Me këtë gjona ka marrë tipën e Kuptoj. Të falenderit shumë për mendimin dhe për telefonatën dhe ju uroj ditë të mbar. Presim më tej një tjetër telefonatë. Alo mëngjes. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Alo. Alo, ju dëgjoj shumë mirë. Përshëndetje nga Vlora flas. Përshëndetje Vlora, mirë se erdhët. Kënaqësi gjithmonë. Atëre për sa përket këtyre maturantëve. Po. Për sa përket maturantëve. Atëre, kemi dëgjuar ose jemi interesuar sepse shumë maturantë nuk kanë konkuruar dhe kanë marrë drejt studimi jashtë shtetit. Po. Atëre, Ministria e Arsimit duhet bëj publike kush janë këta nxënës që nuk kanë konkuruar dhe që t'i bën publike emrat e tyre.
Po. Pra, nuk kanë konkuruar fare dhe rezultojnë që kanë fituar drejtën për të studiuar jashtë. Po, janë njerëz të përzgjedhur nga shkollat, ministri, drejtoria shqiptare dhe ministria është një treshe mjaft e fortë që ka zgjedhur njerëzit e tyre. Me taksat tona, këta do studiojnë jashtë shtetit. E kuptova. Pra, ju hedhni dyshime për një çështje që në fakt duhet të investiguar. Faleminderit shumë që e hidhni, sepse i takon edhe medias ta bëjë këtë gjë. Nëse ka vërtet diçka të vërtet lidhur me këtë histori që dikush është përzgjedhur në mënyrë selektive. Ministria e Arsimit do t'i bëjë publike gjithë këtyre. Këtë kërkesë t'ia bëj Ministrisë së Arsimit. Nëse ka transparencë, të nxjerrë emrat, të kuptohet se kush janë. Nëse janë njerëzit e drejtorit të arsimit rrethit apo të ministrisë. Kështu që të falenderoj, nëse keni informacion qëndroni linj pak na jepni në një detaj në redaktorit e emisionit që të ku të nisemi. Faleminderit shumë. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, përshëndetje, zote Patrik. Përshëndetje, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Unë një qytetar jam këtu nga Tirana. Po ju dëgjoj shumë mirë. Po, një pyetje desha të bëj këtu në qeveritarët tonë. A do të ketë më aviona që do të rrëzohen këtu në Shqipëri? Edhe pse rrëzohen vetëm në Shqipëri? Populli jonë është qari popullit tonë apo është qideri popullit tonë? Pse duhet të rrësuar një gazetar pse tregoi të vërtetën? Edhe tjetër, ky është ligji të fortëve. I forti sot rron, i dopti ngordh. Ju faleminderit. Faleminderit juve, ju përshëndes, uroj ditë të mbar. Absolutisht një shprehje e bukur kjo që tha zotëria, e bukur, e dhimbshme, por që ka disa baza të vërteta dhe sigurisht që është mendimi i lirë i qytetarit që e thotë të gjë dhe sigurisht e sjell nga eksperjenca vet. Ecim pa humbur kohë me të tjera komunikime nëpërmjet telefonit, presim telefonatën në radhë. Alo, mëngjes. Mirësi. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Faleminderit. Jam një person nga Lezhë. Po? Edhe kam në tokën e fshatin Krajnë të rrafit të Lezhës. Po? Edhe kjo avari ka fillu që në vitin 2005, kështu që nuk po që zhjeve në falë atje në komunet, banë certifikatën, e banë certifikatën, në tremalit e postet, bërdala, në përfunimisht e tokën e kanë grabit dikush tjetër dhe nuk jep kush përgjigje të savë. Kur thoni e ka gabitur me duke bërë dokumenta apo thjesht e zapton dhe ju se meni dot në kuptimin se shteti zvepron? Nuk ka dokumenta, s'ka se në botë, vetëm si duhet ajo toka ke prasysh, dhe faj nuk e ka ai, sepse jam mësu me këto lloj llogarisht, por e kanë fajin personat që i duhet t'i japin llogari ose duhet përgjigjen për këtë punë, dhe nuk japin llogari, nuk përgjigjen. Kush institucione janë to që nuk e... Janë institucionet e policisë që mbulojnë atë vend atje, atje prasysh, edhe të 2013 se kam dokumentuar, kam bërë problemat pune, në lej punëtor që këshim që me punu atje, se banen lej, po tokën e kam atje. Edhe nuk jep kush llogari për këtë punë, shko këtu, shko aty, shko ne, shko ne. Dhe më thanë që në vend që të tërgojnë tension ndaj atij personi që shken të ligje, tërgojnë tension ndaj meje. Edhe nuk o kuptoj dhe nuk mund të përgjojnë zgjidhje. Të bëj një pyetje, ky zotëria që ka zaptuar tokën, ka një funksion apo është i lidhur me... Jo, po ka në gjendetit aja jep atini policëve të tjeve, me kash, merë funa... Pra, shkurt muhabeti për të thënë troç që ne dim që çfarë të adresojmë në policia apo në gjykatë apo në prokurori, ju e keni pronën tuaj, po policia nuk zbaton një vendim për t'ja u çliruar pronën tuaj. Absolutisht, e kam certifikuar me tokën, e kam qenë në polici, nga policia, e kam qenë në prokuroria nuk jep llogari, jep të përgjigjem, bini me nëllu edhe gjyqjen e fut bje tjerë, mos me fut gjyqja ne nuk e marrë vesh këtë punë, këtë shonë, dhe më thënë di se këtu manipulojnë gjerës në të shëditshme. Pra, janë edhe prokuroria dhe policia në lojë? Edhe policia dhe prokuroria nuk e di se kush e ka fajin ma përpara, di se vetëm nga 2000, ato që i kanë funksionit që i kanë pas në patronazh këtë punë mi për 2 metra më dhe në to i kanë sabatur në gjitha mënyrë, kanë punë në bashki se vjetë këtu presëri këtu në Lezhë, edhe më thonë që nuk ka ma proces verbal, nuk është bakja, nuk është baja, nuk e di se kush përgjigjet, di vetëm sa tokë e kanë zaptuar në paligje, jo vetëm mu, po dhe vlajtem, dhe nuk jep kush llogari, nuk e di se si dëshojnë të punë, nëse keni mundësi, ushtreni
Ushtrin indikimin tuaj dikun, ku të dini ju se nuk e marr vesh se çfarë do bëhet. Të lutem, qëndron linjë të flisnim me redaktorin që të kemi mundësi të kemi diçka më konkrete që kur t'ia drejtojmë prokurisë apo policisë në Lezhë nëpërmjet gazetarëve tonë atje, ta kemi pak më të qartë çështjen. Kështu që të falenderoj shumë për telefonatën, vazhdon të jenë problematike historia e pronave. Kuptoni se çfarë ndodh në këtë vend me pronat, vazhdon një kalvar i pafund që nuk mbaron asnjëherë. Dhe institucionet nuk zbatojnë thjesht ligjin. Zotëria thotë se i ka gjithë dokumentat, por as policia dhe as prokuroria nuk veprojnë për t'ia marrë zaptuesit e për t'ia dhënë zotit të pronës. Ecim më tej presim tjetër telefonata. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Nga Pogadeci flasim. Përshëndetje Pogadeci, mirë se erdhët. Problemi im është në emergjencën civile. Po. Prej datës 10 mars, vitit 2005, më dëmtuar shtëpia bashkë me një sifaqe 1.3 hektar tokë. Nga se është dëmtuar? Nga. Dërësuar, është bërë e gjithë procedura, edhe ka që nga ajo datë që po flasë, dhe deri sot, vetëm sobatje edhe asë edhe një zgjidhje. Dhe përsa ko bëhet fjalë për cilës ko? Gati 12 vjetë pashkon. 12 vjetë? Po. Në emergjencën civile në Tiranë. Kjo që ka për rekord Guinness se 12 vjetë mos të t'japin të paktën të thonë hiqe nga mendja këtë punë se nuk do të japin. Unë kam dokumentat e mia, se i kam fotokopiuar që atëherë i kam. Edhe dokumentat ka edhe në Pogadeci në emergjencën civile kanë dorëzuar vjet në 7 maj dhe asnjë përgjigje. Në Tiranë po janë dhe në Tiranë ai emergjenca i Pogadeci më thotë që nuk është dosja, ndërsa sekseret e emergjencës civile në Tiranë thonë dosja është, por do të pak punë. Edhe kështu që unë nuk ja gjej dot fillim, nëse është e mundur më ndihmoni. Po nuk e kuptoj pra dosja ku ka humbur, se kuptova mirë, ka humbur Pogadeci apo në Tiranë? Nuk ka humbur faktikisht, por nuk do ta nxjerrë. Sipas, mirë, dakor, po kush nuk do ta nxjerrë, Pogadeci apo Tirana? Tirana nuk e tregon. Nësa sekseret thonë është dosja. Sekseret kuptohet. Sa lek se prej 12 vjetësh të paktën t'ja u kërkosh edhe atë kamatën. 12 vjetë, për sa lek bëhet fjalë? More unë ato, është tjetër problem ato i kam harruar, po s'u marrë do të atë që në takon. Çfarë është ajo që prisni të meni që u takon, sipas jush? Vetëm lekët që ju kanë takuar për kompensim, pra, kaq. Po, është vlerësuar me inxhinier, me licencë, me të gjitha, me studim gjeologjik, janë bërë të gjitha ato procedurat. Edhe në dosje janë mbyllur atje. Deri në 2007 i kam ndjekur vetë. Qartë. Bris, domethënë Korçë, Pogadeci, Tiranë, Bris 2 vjet, këto 2 vjet u mbyllën si dokumenta janë atje, por janë qitë për datën 10 mars 2005. Të lutem, qëndroni në linjë, kontaktoni me redaktorin e emisionit që kur të vini në Tiranë për të interesuar për dosjen, të merremi me këtë historise që ka vërtet histori shumë interesante, shumë e rëndë, sepse 12 vjet mos marrësh atë që takon, sigurisht është pak e rëndë dhe shteti duhet t'japi shpjegim për këtë. Faleminderit shumë dhe ju uroj ta zgjidhim këtë çështje sigurisht sepse bëhet fjalë për një rekord. Redaktorët të komunikojnë me zotërinë, ndërkohë që ne do të ecim më tej sepse vërtet më shokoi kjo histori 12 vjet. Imagjino se sa do të tremben ata njerëz që dëgjojnë nga Vlora apo nga Fieri që si kanë marrë akoma nga përmbytjet apo në Shkodër që si kanë marrë akoma përmbytjet nga rreshjet e viteve të shkuara dhe që sigurisht presin ende me shpresën t'i marrin, dikush në shtator, dikush në tetor, dikush në nëntor. Zotëria ka 12 vjet që nuk i merr. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Po jemi për misionin. Faleminderit, mirë se u bët pjesë. Kam një problem me këtë rrugën, me këtë tregun në Kamës dhe për këtë asfaltuar, në sezonë e makina, me rëpë, në sobisë, në lënë një gjysor, sa lënë 200 metra rënë në burë. Edhe njerë ku është fjala? Në Kamës. Po cila rrugë? Qyteti Kamës. Komplet Kamës, dhe qyteti asfaltuar, në sezonë me territor, nga asfaltuar që Ju po flisni për rrugën kryesore që kalon mes Kamës që del për drejtim Fushkrujës apo edhe për rrugët e tjera të brendshme? Rrugë si del në Shërkez, të dojtë për më ranë krysim Kamës, është komplet zonën me makina, me rëpë të fritë, të shkiku me kollu, plaka, plesh, të fritë territor, Qartë. Masive kanë mund të lavarë, masive në terrasi me piselet sëve të lagë me ujë, kalamaje, grabo, dhjo për si vanë të. E qartë. Bashkia du t'japë sigurisht një zgjidhje për këtë problem. Nuk e di nëse jeni ankuar në herë bashkisë?
Jam anku të bashkia, për nuk vjen dashur që dha ju, nuk pyet kush për një. E kuptova drejt. Atëherë ne po shkojmë t'ja filmojmë zotit. Jo, faleminderit shumë. Ziu dhe ta shohim se si mund të zgjidhë. Jo, faleminderit juve se këto janë halle që duhet ta shqetësojnë në fakt problemet që kemi dhe që mund të marrin zgjidhje fare thjesht. Bashkia mund ta gjejë zgjidhjen, mund t'i grupojë pa të paktën trotuarin ta lërë të lirë. Nuk ka asnjë lloj problemi dhe mos parkohen makina vend e pa vend. Presim tjetër telefonata. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Përshëndetje. Jam një gjyqtar nga Mirdita. Mirë se erdhët Mirdita, kënaqësi shumë e madhe. Kënaqësi edhe për mua që u kapa një gjë të është problemi. Po. Unë kam një komshi, po është një kushinje jemi në tokë vetë ka në fakt të grupën e banjës, edhe ma ka prua për pëngjeres, as nuk e më lërë asë gjë. Mund zi jeta. Po, a keni denoncuar diku, jeni ankuar për të? Kam shkue, kam bëgë gjes, këshillit komunës, kriterit komunës. Kush njësi mbulon ju, zotëri? Kush njësi administrative e Mirdit? Bashkia Rëshen. Jo, po si njësi, dakord bashkia, po tani si njësi. Komuna Orosh. Oroshi, pa njësi administrative Orosh. Unë qanë. Po. Edhe më thot, policia, shnetësia ka ardhë. E ka ba me shkrim me hesh mënyrë urgjente, thot. Pa datë. Për ashtu se i vlaj ati që kushen tjetër, i vlaj këti personin që jetën të afër meje, është shef kuadër gjeshnetësia. Edhe e kanë prunë këtu, ka për me mhell hinsyve mu, kanë ba një matje, edhe shtatë që e banë një matje bashkë ma të përgjesin e njëmës ekonomike. Gjoja se dhe da heshim me komunë, edhe nuk e hoshen, shkova u anë koha, prap erë policia erë këto, po, sa këtë drejt i gjanë së më takon. Tërti, unë shkoj ke shnetësia, thot, shkoj hedhe në gjysh. I thashun po... Ska pse hedhe në gjysh, kur ka një... Ajo që them, policia du të zbatoj njerë, nëse ka një vendim nga institucionet të shëndetësisë, që kjo nuk du të rri këtu, sepse kjo është problem për jetën e njerëzve, shëndetin e njerëzve, atër policia du të zbatoj vendimin, ti kërkoj zotërisë në zbatim të ligjit të veproj. Se kuptojnë ty, po shqeqan do dhe shti. Shnetësia më thot, shko e thuj policisë, shko e thash policia thot, kur të ketë nevoj pëllia jo shnetësia të më thrasë që shkoj. Në fakt, ka një logjik, sigurisht të shëndetësia ka pak përgjësinë, sepse do të kërkoj asistencën e policisë nëse nuk e zbaton do të vendimin. Po, unë di ka... Tani bo t'jallë për institutin shëndetësia e Mirditës, pra që dim ku të trokasim, pra nej po pyes. Unë jam sel gjitha nej e nuk t'jep kush rrugë zgjidhje. Vike ky përgjesi i komunës, është përgjesi administratë. E më thot, dëro thot sa të matë vera, edhe pim vere heshim. Njërë shakaje, po unë jam... E kuptova shumë drejt. Shumë i lodhën. Pra, atëre ne du të kërkojmë pak përgjësin tek Instituti i Shëndetit Publik në Mirdit, që të ketë mundësin të veproj dhe pastaj policia të zbatoj kërkesën e institutit. Shumë faleminderit që e denoncuar me sotë. Më fali minut, që vjetë kjo punë, i kam dokumentet kretë, e nuk merë kush masa për këtë punë. Po pat mundësi, mbajë numër e telefonit edhe... Po, pa tjetër, shënojmë numërin e telefonit, faleminderit zotëri, sigurisht që kjo është, pra, për ta ardhur keq sepse vazhdojmë po të njëjtën gjë. Nuk është problemi se për çfarë bëhet fjalë, po të fjalë për një objekt që e dëmton shëndetin e njerëzve dhe që askush bën se hir dhe askush nuk vepron për ta ndihmuar zotërinë dhe për t'i dhënë zgjidhje. Presim tjetër telefonata, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Nga Korça ju flas. Përshëndetje Korça, mirë se erdhët. Ujmë për emisionin e përgëzoj për qetësinë dhe mënyrën se si bisedoni me. Faleminderit shumë. Por e Patrike, kjo Shqipëri ka shumë probleme, nga më të ndryshmet, përkuaj se nga ceti, nga Konispoli dhe në Vermosh. Po ka disa probleme akute, si për shembull dhe se kjo e personave që janë me, që aplikojnë për kempin, dhe që shteti ju ka vënë në një mënyrë tinzare, një ligj, që të mos se përfitojnë në pension e invaliditetit për arsye të një viti sigurimeve. E dini dhe ju. Po, absolutisht unë e kam apeluar dhe jemi duke marrë një iniciativë konkrete për të nxitur sa më shumë Ministrinë e Mirëqenies Sociale që ta rishoh. Nuk e di se si do të jetë zgjidhja, nuk mund të japim as unë
paktën personalisht ide, por duhet gjetur një zgjidhje, sepse nëse dikush ka pasur mundësi të punojë në 5 vitet e fundit, marr siguracione, sigurisht që nuk do të drejtohet domosdoshmërisht, se mund të ketë qenë i smur për 10 vjetësh, për 15 vjetësh etj dhe s'ka pasur mundësi të punojë. Në këtë sens e kanë bërë apelin vazhdimisht. Qartë, kuptoj, po problemi është se janë një kategori njerëzish që janë në një moshë të caktuar që pavarësisht se janë vetë sëmur me shëndet, po janë në një moshë që nuk mundet të punojnë, për shembull 62, 61 apo 63 vjeç. Po, pikërisht pra. Kur kryeministri di shumë mirë që në kohën e pushtetit që kaloi të Saliut, shumica e njerëzve ishin pa sigurime shoqërore, sidomos kjo kategori e kësaj moshe. Dhe si mundet të vë një listë të tillë ku njerëzit e kanë shumë të domosdoshme këtë ndihmë se nuk kanë me se të jetojnë valla. Janë sëmurë, duan të marrin me kimë. Shumë e drejtë. Dhe ky është një apel shumë i rëndësishëm dhe Gjuna për Zoti, prandaj ju lutem që mundoni të ndërhyni, të paktën të ta bisedoni, të jepni një shpjegim popullit, ndaç ju nëpërmjet mjedis, ndaç Ministria përkatëse, ndaç instancët përkatëse. Absolutisht. Unë di që ky është vendim me VKM me nga qeveria. Po, siç është bërë ligji apo vendimi, mund të dhe rishikohet, mund të ndryshohet, mund të jepet një zgjidhje pak më e lehtë, pra mos bëhet një se duket sikur është gjetur kleçka për të mos e dhënë kempin. Po patjetër kleçkës, patjetër. Të falenderoj shumë. Mirë, Patrik, edhe unë falenderoj. Të përshëndes dhe të uroj ditë të mbar. Shumë faleminderit. Në fakt vazhdon të jetë i njëjti apel, unë e kam përsëritur për një vit të tërë dhe vazhdoj ta përsëris që duhet të ripar ky vendim i Këshillit Ministrave, kjo VKM, sepse ndëshkon shumë njerëz të cilët me të vërtet e kanë të pamundur të punojnë, janë të smurë dhe nuk e përfitojnë dot kempin për shkak të një viti sigurimes që sigurisht po të kishin qenë në shëndet mirë dhe për të kishin punuar për të marrë një vit sigurime, sigurisht nuk do të shkonin për të marrë kempin. Pra duhet parë logjika njerëzore në këtë histori. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo? Mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Urime për emisionin. Faleminderit. Nuk rri mund pa folë më rëbore dhe se kam pa dje seansën plenare. Dhe jam habit me thënë drejtën dhe jo vetëm unë, po ma merë menja edhe disa shqiptarë apo bote që e ka pa në parlament. Po që është ajo sjellje më rëbore dhe duke i hofë kryeministit ato të deputetet e Partisë Demokratike një sjellje unë se kuptoj më rëbore. Që është ajo sjellje, si më hofën e shumë si gjelë mund mes parlamentit. Si kur të vrasin e njëri, ma merë menja si kur të alosh që i glire të lëhëpsh, ato hanë njërës. E si mund të shkojmë mrapa në atyne me votë më rëburë dhe, ku e të bojnë besushëm kjo Partia Demokratike, ku e të bojnë besushëm për... A e kanë bë pak të gjithë këtë gjë në parlament, e bëjnë gjithë nga pakta, nuk kam përshtypjen se gjithë njësoj janë sa i përket sjelljes në parlament, duke parë historinë e shkuar. Ore, unë nuk jam ekstremist, Jo, se kam, po frem, se ne kjo politikë, këtë politikë kemi dhe kjo është vërtet, ju thatë me drejtë, domethënë është pak fatkeqësi që e kemi këtë. Po. Alo? Po ajo sjellje që bëjnë ato parlament dhe japin mësime dhe fëmijëve tonë kur nesër do vinë parlament bëjnë ma keq mërbure vetë. Qartë. E kuptoj. Në fakt është dita, unë e kam thënë shpesh herë, dita e njëjtë e parlamentit është dita ku ne shohim gallat. Duhet mos me hap televizorin fare më mirë. Mirë do ishte në fakt. Të falenderoj shumë. Faleminderit, gjithë mirat, përshëndes. Eci Motej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Alo. Po, ju dëgjoj, alo. Jam një qytetar. Po? Këtu nga Tirana. Po, mirë se erdhët. I bëj fili prokurorisë, zonjë Zanjela Sula. Po? Kam 4 muaj që me datë 25 maj që më ka marrë dokumentacionin dhe më ka firmë prokurori me fletfile të rregullt për një vendim gjykate që nuk e ka zbatuar më mangë peng që para 4 vjetësh. Për çfarë bëhet fjalë? Ç'është pronash apo? Për pronë bëhet fjalë. Po pra, Quhen Shkëlqim Qela, më njeh mirë mua. Nuk më hap telefonin, edhe më sorollat, asë prokurori i shkoj atje nuk del fare, nuk dejon të dali fare me mua të më sqaroj. Po pse ja u mban dosin, se nuk e kuptoj. Çfarë ma shpjegoni pak më më. E fshes është bërë falsifikimi, përdorimi i emrit tim. Po?
është bërë përdorim nga persona që kanë interes që përdorin emrin tim dhe sot mua bine më kërcënojnë në derë shtëpisë. Kuptoj. Po, zonja çfarë thot prokuroria pra që e mban dosjen, me çfarë argumentimi? Prokuroria nuk më jep asnjë përgjigje. Më thot që do kërkesëm në hipotek dhe hipoteka do na dërgoj përgjigje dhe ty do t'japin letrat e hipotekës. Kur vetë dosja të gjithë problematika është marrë nga hipoteka, është marrë nga gjykata dhe janë brenda në dosje dhe ajo nuk i jep vetëm i shef dhe vazhdon mbron falsifikimet që janë bërë në emrin tim, përdorim në emrin tim. Kam qenë në vitin 98. Kuptoj. Kjo prokurore e kapi një herë dosje në vitin 2012 dhe akoma vazhdon domethënë ka 125 maj që më ka thirrë polici gjyqësor. Qartë. Po Albi Luli jam ka thirrë. Po. Edhe vazhdon ta fshej dhe nuk më jep asnjë shpjegim. As dënjon të dalim telefon. Se marrin para. Një sugjerim ose mund ta keni bërë, jeni drejtuar prokurisë përgjithshme për t'u ankuar ndaj kësaj prokurori? Prokurisë përgjithshme e kam çuar kërkesë ai zhdukin pare. Kjo punë ka kaluar dhe ka kaluar deri në gjykatë lartë. Qartë. E kam bërë kërkesë gjykatës në shkallë 2 apel unë e fitova gjyqin. Edhe pse s'më vënë letrat, unë i bëra kërkesë edhe gjykatës lartë për dhënë letra, sepse dha vendimin dhe nuk dha letrat. Dokumenta dhe zyrës regjistrimin pasurie e paluajtshme. Qartë, e kuptoj. Edhe me që i bëra kërkesë gjykata, bile s'më pyeti pse i e drejtuar gjykatës lartë kur ti e ke fituar gjyqin. Vetëm për mos dhënia e letrave. Se më thoshë gjyqtarët që nuk jep gjykata letrat. Fsheje monstruoze. E kuptova shumë drejt. Megjithatë, nuk e di, prokuria përgjithshme të paktën duhet kishte dhënë një shpjegim, të kishte kërkuar një sqarim nga ana e prokurorës në fjalë për çështjen tuaj, por janë të lidhura zinxhir gjërat. Me që unë e çova në gjykatën lartë dhe kjo çështje është bërë alarmante, mendova të që se më fili vetë gjyqtari, ajo prokuroria, më falë. Okej, gjithsesi e kuptuam, se me sa duket Rali 1 apo i mbaruan kreditin nuk e di, por gjithsesi e kuptuam fare qartë, bëhet fjalë për një çështje prone që dosja mbahet dhe prokuroria nuk jep shpjegim. E kuptuam, pra kemi emrat e saktë të 2 personave, dhe të prokurores dhe të zotërisë. Gjithsesi, shpresojmë që në vijim të kemi komunikim me zotërinë që ta kuptojmë pak më qartë, a them ditët në vijim, që ta kuptojmë, sigurisht ta diskutojmë, ta shohim si çështje, se mund të jetë një çështje vërtet simboli e asaj se çfarë ndodh me mënyrën se si zvarriten proceset gjyqësore apo se si zhduken dosjet e dokumentat në këtë vend. Shkojmë publicitet, rikthehemi pas pak. Kemi rikthyer sërish bashkë pas hapësirës kushtuar biznesit dhe unë vazhdoj të ftoj biznesin që të bëhet pjesë e bashkërrugtimit ton, duke kontribuar sigurisht në këtë komunikim të rëndësishëm sepse është i nevojshëm edhe mbështetja e biznesit. Presim telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjes. Alo? Alo, mirëmëngjes. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Në lidhje me personi që ka marrë dje në telefon që tha që do t'i bëjmë analiza Sali Berishës. Ai person do t'i bëj analizat Kristaq Edvin Ramës, që babai Edi Ramës ka folur në Tiranë greqisht. Dhe di gjithë populli shqiptar që babai ka deklaruar që Edi Rama ka deklaruar që nuk është fëmia e tij, po është fëmia i babait. Këto duhet shikojnë këta militantë ardhur nga Serbia, që diskutojnë historinë e Sali Berishës, që është një shqiptar apo një me origjinë kosovare shumë të pastër. Dhe e dyta, duhet deklaruar që kur e ka marrë qeverinë Edi Rama, Shqipëria është mbjell drogë dhe vetëm vrasje. Shumë faleminderit për mikuptimin. Mirupafshim, gjithë mirat, faleminderit juve për telefonatën. Eci më tej, do të presim tjetër telefonues në linjë. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Si ka mundësi çfarë vendi në skif Shqipërisë? Rëmpall. Çfarë bën shore? Kriminali levatohet. Kjo është një pyetje $1 milion. E ndeshmi ndeshkohet. Si janë këto punë për smrapshi, nuk e di. Sa vendi drogës dhe
Vendi kriminella, vendi asnjë gjë nuk po shkon drejt. Ne ndërshkohemi për gjëna të vogla, ndërsa i vjen me avion nga ne, edhe thot do flenë hotel, thot edhe do shkoj si 10.000 atje në vend vetë. Qartë. Ndërsa ne ndërshkohemi për një diçka më të voglën. Edhe në gjësë më përpen. Ndërshkohemi, po dalimi... Unë jam një, dhe më thonë që akuzohem për korupcion aktiv, pasiv, këtë unë. I ke dhëmë 2.000 lekë policit. Që së më banë me. Tani akoma nuk kam baru punë me gjykata, me gjana me. Po pra, i ti jep 2.000 lekë policit e përfundon në burg, zotëria vjen në top pistë në Ishem dhe... Po ajo më ka... Qartë, e kuptova logjikën. Ti se si, nuk e di, jem punë qeverie këto, nuk... Me gjatë, të falenderoj shumë, jo, sigurisht da dim edhe ne, jo vetëm ata, është edhe drejta jonë të dim dhe ca gjëra dhe sigurisht që duhet të ngajmë këto pyetje. Ju ngretet një pyetje, çfarë vendi është ky? Është një pyetje $1 milion që vështirë të japim përgjigje. Faleminderit shumë për telefonatën dhe uroj ditë të mbar. Ecëm më tej, presim tjetër telefonat në linjë. Mirëmëngjes. Alo? Alo, mirëmëngjes, mirë se erdhët. News 24. Jo, Ora News. Ora News, ba. Po. Bjesha lidh në pak me Patrikin. Patriku jam, drejt për zdrejti. Ju dëgjoj, Patriku ju. Jo, si e Patriki. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Desha të... Alo? Po, ju dëgjoj shumë mirë. Desha të ju thëmë aty në Dibranve, diçka. Po thuaja, ja u themi edhe në Dibranve. Thuju aty në Dibranve, a i maru alo ato 20.000 lekë që të alo ajo. Kanë maru që atë naftë. Do që u morin prapë. Qartë, e kuptova mesazhin. Faleminderit, ju përshëndes ditë mbarje, si më tej presim tjetër telefonat në linjë. Alo, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët zonjë, përshëndetje. Përshëndetje. Po. Jam një zonjë nga Tirana. Po. Kam punuar në një repart ushtarake, kam marrë burrim para 1 jave. Po. Edhe po mundojmë për pensionin. Kam 1 vit që vi vërdall dhe pres ligjin që do dali nga klosi, edhe dhe një ligj i përgjysmuar. Pse i përgjysmuar? I përgjysmuar për arsye për ne që kemi punuar në kote e merit. Po pra, sepse pakten ne kemi pyetur në mos gaboj dje ministrin dhe shpresoj ta kemi do t'ja u përcjellim përgjigjen për këtë punë që tha që zbatohet. Po falni një minutë. Okej, dakor. Vajtëm ke sigurimet shoqërore dhe na thonë që ka ardhur ligji vetëm për ata që është shkruar libreza me dorë. Po për neve që na mungon vula, çfarë faj kam unë që kam 1 vit e gjysmë që pres pensionin? Në fakt nuk është specifikuar kështu, prandaj desha t'ju sqaroja, sepse punonjësit të sigurimeve shoqërore ndoshta duhet të interesohen pak më thjesht. Në prezantimin e ligjit, ministri nuk ka thënë se do të jetë vetëm për shkrim me dorë, por për gjitha pensionet e para vitit 90 që kanë probleme me vitet e punës, pra që duhet hapin gjyq për të... Bravo, kërkoj dhe unë që zoti ministër ti shtilloj të gjitha gjërat tamam siç duhet. Për të gjithë ne që jemi në para 91-shit. Qartë, e kuptoj. Po vi vërdat, zotri, kam 1 vit e gjysëm dhe unë jam një pension 100.000 lekësh. Atë që 1.000 lekëshin, e kuptoni që nuk delas për ujë as për drita. Jemi qytetare e rregull, paguajmë ujin dhe dritat. Se duhet të na sorollasin. Tani të marru në avukat me 500.000 lekë. Po t'i gjejmë 500.000 lekë. Ndoshta ministri e ka shumë të lehtë t'i paguaj, po unë nuk mund t'i paguaj. Po pikërisht për këtë arsye u bë dhe ligji që njerëzit mos të sorolateshin mos të harxhonin para për gjyqe dhe e treta të kishin mundësi të merrin ndjersën që e kanë derdhur në atë kohë, se tani për njerëz. Bravo, kam punuar me helme 20 vjet me helme, kam qenë shtruar 4-5 herë në spitale. Spitale profesionale që kanë qenë tani nuk e di a ekzistojnë. Kam punuar me helme dhe mos të marrë unë pensionin. Atë që më takon, nuk absolutisht. 60.000, 60.000, 50.000 sa të më bjeri. E drejt. Zoti ministër, më fali, zoti ministër, në qoftë se shikon emisionin tuaj dhe në qoftë se më ndigjon, i lutem shumë që mos i dalë përpara ministrisë,
Që përsaktoj tamam gjëra, por ne që kemi punuar para 90-s, 91-shit. Do ju lutem shumë. Qartë. Edhe unë këtë apel kam për ministrin dhe sigurisht ne ja kemi drejtuar drejt për së drejti, presim përgjigjen, sepse besoj do ta kemi një përgjigjet ministrit lidhur me këtë çështje. Faleminderit zonjë. Pra ideja është të sqarohet. Dhe kam respekt për juve. Faleminderit shumë zonjë. Faleminderit shumë. E rëndësishme është të sqarohet, të thuhet që kush përfitojnë. Të ketë paktën transparencë, të thuhet që ka ata që kanë pasur me shkimdore, pa vul, me emrat ngatruar, nuk ka arsye të shkojë dikush në proces gjyqësor për një çështje që mund të provohet nëpërmjet borderova apo dokumentave të tjera që duhet ta ketë ngarkesë sigurimet shoqërore. Pra, të sqarohet. Kjo kishte thjesht dhe të zbatohet ligji 1-1. Presim tjetër telefonata, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Unë jam një banor i Poskuçanit. Po? Kam marrë edhe një herë tjetër për punën e rrugës nga Instituti deri në Babrulat. Është e bërë pa kalueshme. E drejtë është. Nga filmimet që i kemi bërë, është vërtet nga ato që kemi parë nga filmimet dhe nga mënyra si e kanë përcjell shqetësimin banorëve, është e vërtet në gjendje skandaloze. E dyta, kjo pjesa këtej nuk ka kosha plerash në asnjë vend. Banorët i marrin me pas ato plerat, i nxjerrin në rrugë. Po? Edhe vin makina i merr me ngakume me krah, me një fjalë si thonë. Qartë. Megjithatë. Po? Edhe i gatini Fuxho, vazhdon makina tu hes rrugës, hetën gjithë betoninat, sa një pjesë bjen tokë duke hes rrugës asfaltit, një pjesë në tokë, një pjesë ke pasisht varen nga makina ana së fundit. Qartë, kuptova shumë drejt pa. Në kushte të frikshme mlidhen mbeturinat. Po. Edhe një shqetësim tjetër kisha duke shkolla e Hoxha. Po? Vinë fugoni, merë kalamajt, i shonë atje, në pa fugoni, habite fugoni, i mbyllu se si rri kalamajt brenda nuk e di. Nuk e di e la. Është nga këta fugonat e mbyllur pa dritare? Jo, me dritare la është, me gjamat e mbyllur, por kemi është se mund të ketë 20 zonës një fugon i vogël. Qartë, kuptova. Ajo klas 2, e ke pas. Qartë, hajde rifugjo. Po që nuk shkon fëmija se të bëdi me shprima. Me një anë qanë të shpinë, me një anë rinkon. Po, drejt, absolutisht shqetësim edhe për të përcjell, përsa i përket rrugës, pra për të sqaruar përsa i përket rrugës, jemi duke e trajtuar, jemi drejtuar edhe bashkisë për të kuptuar se a ka në plan të paktën ndërhyj ta sistemoj. Faleminderit shumë zotërisë. Ndërkohë për fugonin sigurisht që duhet parë, nuk mund, pra kjo është një apel për gjithë ata makutërit, njerëzit që kanë makutërinë për të fituar domosdoshmërisht me thas, sepse mund të përdoren 2 fugona, dhe që të mos ngarkojnë 40 fëmijë në një fugon që maksimumi ka 22 vende, kështu që duhet pas parasysh edhe kjo gjë. Faleminderit shumë për telefonatën zotërisë. Presim tjetër komunikim në këto momente. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes, zoti Patrik. Mirë se erdhët për emisionin. Faleminderit. Desha të bëj një pyetje si qytetari shqiptari që jam, po thuaj se në ajër. Por ama populli edhe dëgjon. Ku jemi? Jetojmë në Shqipëri apo në Kolumbi? Më din pyetje të bëj. Ku jetoj? Në Kolumbi apo në Shqipëri? Është bërë tërë Shqipëria nga Vermoshi në Konispol vetëm dhe vetëm drogë. Kryeministri tha që nuk është e vërtetë, nuk është sipërfaqe e madhe e mbjellë me drogë. Tha dje në parlament, paktën kështu e gjova unë. Kush e tha, Sejmi Tahiri? Kryeministri. Zoti Rama. Po njësoj, po se Edi Rama këtë në Sejmi Tahiri, po se një të gjë është. Shiko, ti djelosh, një djali më rekullushëm je. E kupton si populli, po thuaj se si ky popull po pin drogë, mor djal. Dalin shumë njerëz thonë Peshkopi jam dibra shumë e mënçur. Shiko, nuk diskutohet tërë populli i Peshkopis ose tërë populli i Dibrës atje. Se një pjesë votuan si që deshi qefi, një pjesë votuan si që deshi qefi. Ne po diskutojmë atë veprim dhe atë gjestë te për të shëmtuar. Ka tani hajde mbuloje diellin me shosh. Pra nuk duhet të thënë, populli i Dibrës i mënçur shumë, kemi kanë gjerë koka ka bërë këtë. Nëse kuptova e keni tek përgjumja e popullit e qytetarëve. Si shpjegohet sipas jush kjo? Ja, kjo shpjegohet shumë thjesht. Shiko,
flasin konkretisht për kurseri për Dibrën, mund të themi dhe për tërë Shqipërinë, se nëse mos ta fokusojmë te Dibra, se në fundit nuk duhet të marrim etalon një. Ne po e marrim shembullin e gjithë. Kjo më revolton. Populli Manxhur, një pjesë e Manxhur është, një pjesë jo. Iku. Megjithatë, ajo që tham pak më përpara, populli këtu ku po vin drogë. Këtu ja ka thënë njëri atë drogën pa lekë dhe po e pin. Është krejtësisht audi. E kuptova. Dgjoj, është puna sepse neve nuk po dimë të kërkojmë të drejtën tonë. Ne themi roft qeveria, roft X y. Po ne vetë jemi kërkuar. Po kjo është partisi e kombit. Kam përshtypjen që ky është problemi, pra. Kjo je përgjigje pyetjes që televizor zëzit s'kan shkollë, zëzit s'kan rrugë. Po qaj ku të vend, duan të mësojnë, të studiojnë. Çështu, maturantët janë ditë hallit. Ekscelencë thot jo, si shketët rada, ai mori 9.26 i ke ba 9.25. Po ku jeton po drejt që e mori? Ju betoj, ja u them sinqerisht. Ne do të shkojmë keq më keq. Vetëm dal dhe kostumi e Ramës, si nga kollarja, diri ke vetëm loj gjërat më luksoze edhe i veshje shumë e shtrejt. Që i veshje, po kujt pa e vesh, ti 2 milionë që ke këtu, që s'ka buk të haj. Kujt i më ka shilok? Kujt ja bën? Po e di pse e bën atë ka shilokun, se thot pjesa dërmuese e këtij populli shqiptar thot është debil, është ignorant. Edhe si mbas kokës i kemi vënë festën. Edhe kur s'ka organizata të tjera, zoti Patrik, kur s'ka sindikatat që ta ngrinë popullin në këmbë, detyrimisht pastaj i bie partisë që të televizë. Po kjo është fatkeqësi e këtij komi mondial. Si do me halli, unë them se kështu do vuhet. Po sa populli, po sa politikani, roft partia, për mua ka humbur gjithçka. Po është keq se çfarë ka një popull që e kupton që s'duhet bërë kështu. Dakor, që të mos zgjatim më shumë, e kuptova fare thjesht, falenderoj shumë. Po provuam sinqerisht zoti Patrik. Megjithatë shpresa është ajo që duhet na mbajë gjithmonë. Po ka disa fundi, po ku ka shpresë? Ku është kjo shpresë? Faleminderit. Faleminderit zonjë, ju përshëndes, uroj ditë të mbar, absolutisht që sigurisht në 26 vjet ky popull sigurisht duhet të kuptojë pak se ka më shumë të drejta, paktën, nuk po them, as dhe t'japim fund kësaj historisë se partia është mbi gjithçka në kuptimin edhe të militantizmit, sepse kemi në njërin anë marrin e thon roft ky, në anën tjetër marrin poshtë ky, roft ky, dhe kjo histori vazhdon ndërkohë që hallet e problemet mbeten po ato. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo? Alo mëngjes. Alo? Alo, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Po, përshëndetje. Mirë, faleminderit, juve? Unë kam të gjithë vllate. Nuk do zgjatëm shumë. Dakor. Ta si për drogën, nuk jem të thonë se nga lume e gashit në Trakoj e dhe në pikë fonit ku vizor me Greqin është të mushën e platë. Që shohet? Ka rrezik edhe në popullatët e Zogizi, ku janë ato me lulishte, sa që këtu ka rate. A thot ke mjellë dhe në lulishte? Pse, ne kemi pa 4 vjetë. 2 vjetë, ku ka pa të? Po, ka kam se i ka. Për kjallën që thajt e ama taliberisht i e qene i luft, talit do t'i vinë tëpë. Qaj dhe se ka thëmë për babën e vetë që ka gruën, talin nga tërpoja edhe gjithë ka mund të prejshë nga i. Për fletë për familjën e vetë, për nëjën e vetë, për këtyrën e vetë. Në po plekë, jo, ashtu, me sa për votat e Dibrës, nuk i thonë këtë banë pa di në iman, e shetë tyrën aty ku së banë. Aty ku së banë. Për kongën që i banë e lullë bashtaj, në kom 2 vaqet vogla. Po shetë. Ju dhe banë ku fenmenja, ju dhe banë me di në iman, baba i vetë në gjysh me vajzë vetë. Nërsa për politikë ose për drejtim morali, ata më falë për shprehje se s'ma banë, duhelin me matë të qame. Ta kanë si ka si kanë mëna ekonomi, ose mëna dive. Për një të smil, që marron sot pa lek, ne është ku dhe shkojnë të fmi. Sa padromat janë lagun nga diva që shtë përmëron. Ato punime që patën filluar. Qartë. Nërsa për pjesë të lekve të përmyndjeve, unë e më banor të të një fjanon të Tiranë, e kemi emnat për përmyndje shyshtën 2013, janë miratuar 3-4 herë, edhe të një majta të nëna e bashkoj,
Edhe asë gjënë s'ka. E qartë. Se ujtë që ne mojë ne, shkojtë e droga. Ndërsa, pra, junin që radje, ajo ishte pak me madhe se më shkonja, se ajo ishte vogël e para. Qartë. Edhe aty ishte puno me fadrom, ishte puno me fadrom. A i buri pas këqani që foli, po mirë me pa puno atë fadroma që ka bo ashtë, edhe me bo pisten, që i duhet shtetit ajo, dhe të mirë, po ta bojnë edhe rrugën e pas këqani. Qartë. Nësa për të në umen, për të në umen. Sa, u zjatën pak shumë të lutem, më përmbyllë pak që t'ja lëm radhën e tjerëve. Faleminderit. Edhe për ty. Për ta i takon atën hoz, banë një që i futën mramër e ata. Se, ka i duhet ati me folë, kur ata ditëve të konë droga. Qartë. Faleminderit, ditë mirë, faleminderit, ja kalofshi mirë, faleminderit shumë për telefonatën, e si më tej presin tjetër qytetarë në linjë. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Alo, mëngjes. Mirë mëngjes, mirë se erdhët, ju përshëndes. Jam një qytetar nga Elbasani, ju lutem. Po, mirë se erdhë Elbasani. Jam pensionist. Po. Me një rrogë mujore për 158.000 lekë. Po. Jam diabetik, me përdorim insuline 4 herë në ditë. Po. Duke qenë në kontroll të vazhdueshëm të kësaj sëmundje, përdor 2-3 herë letra ose filtra për të matur gjakun. Po, kuptoj. Gjë që kam të vështirë nga ana ekonomike për t'ju përgjigjur, sepse jam në kontroll dhe sa gjithmonë. Prandaj, shtoj këtë problem për të ardhur në ndihmë, për të ardhur pranë institucioneve të shëndetësisë. Pra, nuk përfshihen në rimbursim këto? Po, nuk përfshihen, prandaj janë me pagesë, ju lutem, mi kon 500 lekë një copë. E qartë, fishat pra e famshme. Sepse është ngritur disa herë dhe ne ja kemi adresuar, por gjithsesi... Ju faleminderit. Faleminderit shumë, ju përshëndes, është një problem fakt shumë delikat ky, sepse ne disa herë ja kemi shtruar edhe ja kemi adresuar edhe Ministrisë së Shëndetësisë, por problemi është se rimbursohet insulina, por fishat sigurisht nuk futen, paktën deri tani nuk janë përfshirë në skemën e rimbursimit, megjithse pra bëhet fjalë për një prej elementeve më të përdorshëm nga smurët diabetik, të cilët e përdorin pikërisht pra matjen e gjakut, gjë që do të është goxha e kushtueshme, por edhe për shtetin sigurisht duket se është pak e vështirë në rrymë për ta kompensuar sepse kushtojnë. Megjithatë, këta njerëz meritojnë të udhihet në ndihmë dhe padyshim që ne do të vazhdojmë ta shtrojmë ta themi ta ngrejmë përsëri si problem që të kenë mundësi të udhihet në ndihmë gjithë atyre që e kanë këtë kosto të madhe edhe shëndetësore edhe financiare. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Ju përshëndesim për emisionin. Faleminderit shumë. Unë flas nga Tepelena. Mirë se erdhët Tepelena. Kemi folur para një jave. Po. Edhe kam problem kërkoj në avukati shtetit, se unë jam një proces gjyqësor, me atë që kam deklaruar javën e parë. Po. Për një nga ato certifikatët, e kanë 5 certifikatët, po një jemi proces gjyqësor, kemi prej 6 muaj. Kam kërkuar ndihmë nga shteti për të dërguar një avokat, se nuk kemi mundësi financiare për shembull për të marrë një avokat. Po. Nuk më kanë dhënë aty në Gjirokasë, se në Gjirokasë bëhet gjyqi. Po. Nuk ka thot shteti avokat, vetëm për këto institucionet shtetërore, jo për këto. Tani njëri që s'pas ka mundësi me qytetarë ka unë basë, gjyqe se këta japin lek, edhe marrin me lek, nuk e marrë se e kanë se. Po, s'ka as avokat kryesisht që i cakton gjykata, që i paguan shteti me një tarif, nuk ka fare gjykata e Gjokastrës mundësi ta bëj këtë? Nuk ne kanë pranuar, nuk ne kanë qasë avokat. E kemi sqaruar gjendjen, e kemi thënë që këtu është modeli, nuk ka sa besim do. Për ta kuptuar se sigurisht ne kemi folur në shkuar, po për ta kuptuar ata që po na ndjekin, bëhet fjalë për një çështje, na shpjegoni pak që ta dëgjojmë edhe një herë para ta kuptojmë që për çfarë çështje bëhet fjalë. Po, një zotëri dhe Skërbizi kanë 5 certifikata falso. Pra, bëhet fjalë për falsifikim të dokumentacioneve për pronë. Kjo është ideja. Po, për pronë. Pra, që ta kuptojnë qytetarët. Po, pa patu fare në të aplik, këtë zotëri i ka marrë certifikatat. Qartë. Me lek, nuk do të la fare. Kemi shkua në gjykat, në prokurori, unë kam bërë në 5 mas kam bërë denuncim të krim ekonomik. E kam bërë një 5 muaj në vëzhgjim të gjene, e kam verifikuar dhe më ka thënë që ky i ka bërë registrimet në 96.
Atëherë, edhe një përpjekje të fundit që ka mund si sugjerim për ju, është edhe avokati i popullit, por edhe Ministria e Drejtësisë që ka një zyrë konsulenca, pra asistence juridike pa pagesë, që mund t'ju jap ndihmë qytetarëve që nuk mundën do të përballojnë kostot gjyqësore, kështu që drejtohuni, shkruani në portalin e Ministrisë ose kontaktoni me Ministrinë e Drejtësisë, sepse jam i bindur që do të ketë një asistencë në këtë drejtim. Po mund si tona këtu në fshat, ku jemi ne si kapim do të këto institucione, pa e kemi kërkojtur, edhe Ministrë Drejtësisë që të sliremi do të s'kemi mundësi të komunikojmë ose të bëjmë një ankesë që mund dhe atje. Okej, mirë, ne po ja paraqesim kësaj zyre një çështjen tuaj në kuptimin edhe të rasteve tjera, pa që të kenë mundësi të kontaktoni me ta. Ju japim Kisha një diçka, po pati mundësi. Po, patjetër. Këta mund të lënë ku të bëtë një vrasje, tani të gjova me një emisër që ishin vrasë për pronë, edhe këtu do arris që gjeni dhe në fund, po të lënë do arris një diçka aty. Sigurisht. A e mund të vërdoj policia ose prokuroria që i kanë lënë qesi prej 2 vjetësh, edhe po i lënë si në shqirë të fatit. E kuptoj. Megjithatë, edhe një apel për avokatin e popullit që në raste të tilla mund të bëhet aktiv dhe të jap asistencë, prandaj ka gjithë ata juristë aty dhe tu asistojnë në çështje të tilla, me që ju e keni të pamundur dhe gjykata nuk cakton avokat kryesisht dhe kjo është vërtet e habitshme si gjykata nuk cakton dot një avokat kryesisht. Megjithatë, kemi kërkuar, nuk kemi mundësi. E kuptoj. Nuk është të qeshur me fukarave. Absolutisht jo. Jo, absolutisht. Kemi kërkuar që të dani e drejtë. E drejtë. Dhe një drejtë, shikoj ku mendat këtij zotëri, që kanë dhënë qesharak, është turp, kush i dëgjon dhe kush i shikon ato dokumenta. Pra, ata nuk vendosen, nuk marrin një farmase. E drejtë. As bashkia asnjë. Qartë. Unë të falenderoj shumë. Po të fjalë për bashkinë me Maliajt, ha? Që ata bashkia me Maliajt. Dakor. As ka vendosur, nuk kam një ditë që kam kërkuar të verifikojnë tokat e mia, dokumenti që kam aty. Asë qastet njeri fare, nuk një fotografi. Po mirë, edhe bashkia mund ta kishte luajtur këtë rol, ta bëj verifikimin. Shumë faleminderit që ritelefonuat dhe sigurisht unë apelin e kam, faleminderit të zotërisë, apelin e kam pikës pari për bashkinë, që në tilla raste nuk mund të anoj nga i forti dhe nga i që ka falsifikuar pronën, po të shoh edhe qytetarët në hall, e t'u jap mundësinë ti verifikojë titullin e pronësisë, e kam me Ministrinë e Drejtësisë që mund të afrojë asistencë për këta njerëz, më falni, avokati i popullit, i cili mund të jetë pjesë e rëndësishme e një çështje të tillë, pra mund të hyjë dhe prandaj është avokati i popullit që do vinë në ndihmë popullit. Eci më tej presim tjetër telefonata. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Si keni zoti Patrik? Mirë, faleminderit. Ju si keni një? Unë telefonoj nga Tropoja, po një këtë emisionin tonë ka 3-4 ditë si thonë. Faleminderit. Edhe si nuk flet askush nga Tropoja valla për gjithë këto problematika. Jo, kishte dje, besoj. Po. Këtu më lidhen gjitha lekët e energjisë edhe në asnjë investim në energji nuk do bëhet. Do me thonë kemi një dimër përpara që do them me plot gojën që do jemi gjithkohën në terrë se kështu jemi mësuar. Kemi një pikë doganore këtu që sun t'i theu mas dogon, na kanë pru shpirtin se kjo ka qenë bërimi jetesë për Tropojnë. E vërtet. As një 50 kg shmell që ajo është jetesa jonë, se këtu në Tropojë din se si është kushtet e si kanë shkuar zonat. Pa nuk ulën sepse kërkojnë dogane, tje taksat doganore kështu me radhë që janë problem, nuk merrin dot. Kërkojnë gjona që me ligj deri në 200 euro, ka qenë përcaktuar që deri në 200 për shërbime vetjake mund të marrësh. Qartë. Tani kanë bërë fjalë për gjëra që zoti përmend aty. E drejtë. Po, pse përket furnizimit me energji elektrike, pse nuk ka sistemi i transmetimit është jashtë funksionit, rrezikon, pse? Ka shteti ka zero investim. Qartë. Edhe kjo është ironike, të jesh pranë vendit ku prodhohet energjia elektrike, të rrezikosh me edhe pa energji elektrike? Ne japim energji gjithë Shqipërisë sush edhe jashtë trojave shqiptare. Qartë. Kurse në Tropoj nuk bëhet minimalisht një investim. Unë nuk do të fajsoj drejtorinë këtu se këta kanë qenë non-stop me ata pak punoj si kalon atij drejtori që është aktual, po investimet që vinë nga shteti janë 0 fare. Është një kryetar bashkie që po lufton me aq sa mundet, me ato 0 lekë që i ka çu ky
Ky që s'mund të them kryeministri i Shqipërisë për mua, unë më ta them me plot gojë. Një, treta mund të jetë, unë po them gjithë ju mediat, gjithë ju gazetarë, gjithë kolegët ati Tan Hoxhas, du të deni një fije në krah që po flet një të vërtet. Qartë, absolutisht meriton solidarizim, përderisa merr guximin, thot një të vërtet, patyshim që meriton solidarizim. Merrat ashtu në mënyrë mafioze, një njeri që për hir të vërtet, aty mund të them avokati i popullit, jo aty totalizone që s'flet fare. Qartë. Të falenderoj shumë që morët e ngritet këto problematika që janë jetësore për qytetarët e Tropojës edhe për përgjithësi të verilindjes së vendit, cilët rrezikojnë sigurisht edhe këto problematika që janë edhe lidhja me Kosovën është vetëm një mundësi ekonomike, sigurisht edhe nëse ato ja u kufizojmë, bëhet pak edhe më e vështirë. Jo, ato kemi kufizuar që kanë pushtet ky i gjati. Qartë. Që duhet ja përmend edhe emrin. Plus asaj problematikën, më fal që do të marrë edhe shumë kohë me arsimin. Ka gjithë ato fshatarët që kanë mungesë të mësuesve dhe tani po bëhet një seleksionim nga drejt. Ky është një problem shumë i madh në fakt. Keni plotësisht të drejtë dhe ka vazhduar procesi arsimor dhe akoma nuk kanë bën zgjedhje. Për hir të vërtetës në Tropoj ka shumë mësues që kanë dalë dhe janë të papunë, ndoshta edhe për arsye politike, ndoshta që nuk mund ta duam atë që se don Shqipëria, se don askush. Qa të bëjmë? Faleminderit shumë për telefonatën dhe sigurisht për gjithë këto problematika. Absolutisht problemi i arsimit duhet parë me vëmendje në shumë shkolla. Zotëria e ngriti, por në fakt është vërtet reale, në shumë shkolla nuk punojnë mësues në rolin e tyre, po punojnë edhe njerëz që s'kan lidhje me arsimin, por që detyrohen bëjnë mësuesin sepse ashtu është bërë emrimi dhe lidhja. Edhe mësuesit edhe në fakt edhe në disa raste nuk shkojnë drejt fshatrave dhe ky është një problem shumë i madh për arsimin në vend. E falenderoj shumë zotërin për telefonatën. Shkojmë më njëherë sepse u zgjatëm pak, shkojmë më njëherë në publicitet, rikthehemi me tira komunikime. Jemi rikthyer përsëri bashkë miq, jemi në rreth 30 minutat e fundit të komunikimit tonë për ditën e sotme, pa humbur kohë, presim telefonatën e radhës duke falendëruar gjithmonë që atyre që bie të presin gjatë publicitetit. Alo, mëngjes. Alo, përshëndetje, mirë se erdhët. Parafolsin, alo. Po, ju dëgjoj shumë mirë. E përshëndes shumë parafolsin, para reklamave, po. Bravo. E përshëndes jashtëmase dhe jam shumë me mendimet e tij. E para, e dyta, që ishte ajo avion dje, që ishte ajo avion dje, tulpi i botës. Po që policia mundohet në deklaratat e tij përpara që të mbulonin çdo gjë, po nuk mbulohet dielli në shosh. Zoti, vetëm Zoti aq e lartë po bën inshallah po bën drejtësi, po bën ndërkshim. Kjo është fytyra e kupolës policisë shtetit shqiptar. I mirë ky popull o Patrik. Ku po jetojnë, Patrik? Një kalamaj tanë. Unë jam një brez i viteve 60. Paka shumë jam drejt asaj që kur thosh, po kaloj të mosha e tretë. Por mirë kalamaj tanë që po shohin, çfarë po ndigjojnë, çfarë ashtu kujtojnë se duhet edhe këta hajto burra të punojnë edhe ne si gjithë. Jo, kjo është rrugë drejt shumë. Kjo është rrugë gabur shumë. Ky nuk është drejtimi i dur që thot kryeministri jon i dashur. Mirë ky popull. Kjo është fytyra e kupolës policisë shtetit. Pastaj, Artan Hoxhën pse shoqëronin mram? Pse nxorrin të vërtet? Ti je gazetar vet. Ju gazetara media përthoni vërtetin. Absolutisht. Nuk burimi, edhe sikur të jetë sigurisht gjë e rëndësishme, vetëm kur bëhet fjalë për sigurinë kombëtare, se burimi për një gazetar është i shenjtë. Jo, kam fjalë. Je shumë të drejtë. Pastaj, pse kanë prit nga e vërteta? Pse kanë prit? Po gjithaj turp që dilte ai, në vend se dilet të kërkonin falje për pistën e avionit, që ishte bën një pistë avionit, nuk e bëri një rrugë. Na si vëm që pistë avionit pas ka bëhe në Ishëma, ku ishte atje. Kjo është fytyra e kupolës policisë shtetit. Nuk e di ça t'i thëmë më gatë. Dhe më thëmë ne që jetojmë këtë vend, sinqerisht ka arkoa me kërku gjithë, po jetojmë mes mafjes, mes Kolumbis, mes Sicilis. Jemi baja, nuk e di. Na ka kap frika shumë, edhe kaq që po vlas me ty në telefon, nësa po bëj gabim. Na ka kap frika. Kaq. Faleminderit shumë zonjë, shpresojmë që shpresa të jetë mbi gjitha dominojë dhe të kemi mundësinë të ecim përpara, të ndërtojmë të vend gjithë secili duke kontribuar
dhe padyshim nuk është për ta ardhur keq që kemi ende një, pra që ka arritur në punë sa njerëzit mendojnë edhe largimin, pra nga Shqipëria. Duhet gjithsesi sigurisht të kontribuojmë gjithsecili për këtë vend. Presim tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Patrik. Mirëmëngjes, zonjë, mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Unë nuk doja të flas, po unë shoh që ky popull nuk ka hallë se ka hallin e politikës. Gjithsesi do të bëj një pyetje ty si gazetar, do më falësh, po do ta bëj. Nëse do të ofendoj njëri ty siç ofendoi zotëria vetë zotëri nuk mund të Dibrani, që sa Dibrani pa iman, çfarë do bësh? Do i hapish derën apo do të ish falenderit? Tani sepse ti e dëgjove më shumë vëmendje dhe nuk bën asnjë reagim me para. E dyta, unë jam Dibrani vet. Edhe Dibrani nuk ishte si të jepte votën Partisë Demokratike, kur Partia Demokratike i rrafti pjesëtajin e familjes. Kur Partia Demokratike vinte me presion që jam Dibrani unë. Edhe një pyetje do t'i bëj këtij populli, Xhelal Mziu, si fitoi votat se kam dhe mik Xhelal Mziu. Ka mundësi të japë një përgjigje si ka fitu votat, a ja dhanë me dëshirë apo i mori me lek? Qartë pra? E kam mik shtëpia, Xhelal Mziu e kam mik shtëpia. Po nuk ka rëndësi ngjyra në këtë vend. Jo, po them që i di të gjitha rrjedhat se si ka fituar Xhelal Mziu. Edhe i din gjithë populli se kanë pa dhe kamerat e fsheta, nuk ka rëndësi pse. Unë thash edhe djeve se pranej mu duket tepër të ndryshim ose më është dukur shumë e tepërt kjo vazhdimi i historisë me Dibrën dhe pranej nuk bëra asnjë koment më, sepse e thash dje. Në Dibër, ashtu si në gjithë Shqipërinë, si në Tiranë, si në Durrës, e thash edhe dje dhe po e përsëris edhe herë sot. Ka njerëz që vuajnë për bukën e gojës dhe 20.000 lekë që ju duket i rëndësishëm, ka njerëz që nuk shiten as për miliona euro, ka njerëz të mirë, ka njerëz me halle, ka njerëz të mençur, njerëz më pak të mençur, pra ne është popull dhe ka një larmi të tillë. Pra ne nuk duhet hym të gjykojmë as Dibrën dhe as kërkon. Populli nuk o bë fugara sot, dhe një pyetje do me ditë. Droga në Lazarata, a u mbjell sot apo ka qenë që në kohën e Staliut? Të mos më intereson as Staliu as Edi. Mu më interesojnë gratë e mi. Qartë. Kush ka punu, dje ka punu dhe sot. Ti gazetar që qënë, dje gazetari edhe sot të të i gjopi. Qartë. Faleminderit shumë, ju uroj ditë të mbarë. Gjithsesi, do t'japim fund se historisë Dibrës, unë mbarua historia, i takon, e thash edhe dje, nëse ka diçka për të hetuar, ta hetojnë organet e drejtësisë dhe t'japin, dhe pra ne kemi gjithë të problem nëse ne marrim, hedhim akuza majtas, pastaj kthehemi djatas dhe militantizmi vazhdon të jetë dominues, ndërkohë që kemi 1001 halle probleme të cilat mund t'i diskutojmë dhe sigurisht mund t'i adresojmë. Të paktën t'i themi hallet që kemi. Presim tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Vetëm një pyetje do t'i bëj policisë. Po. Imshit. Shikoj me kujdes se droga është e futur të mund në bodrum. Hapër avionit për ra. Pse, ku ka bodrum aty afër? Po. Okej. Faleminderit. Duhet marrë në konsiderat se sigurisht ky paktën zotëria mori, tha që duhet kontrolloj në bodrum drogën e fshehur pranë avionit. Policia, ne mund t'ja dhe t'ja paraqesim këtë si shqetësim policisë, nëse nuk e ka dëgjuar. Shumë faleminderit zotërisë që e bëri këtë denoncim. Gjithsesi mbetet një denoncim anonim për tu verifikuar, e flas edhe një herë, për tu verifikuar dhe për tu identifikuar. Ecëm më tej presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes, zot Beatrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Kisha një problem, jam qytetar nga Korça. Po. Edhe nënës time kam prerë kemen që në 2200. Nuk. Mjekët, apo jo? Po. Okej. Dhe kam shkuar në gjithë institucionet, nuk kam marrë përgjigje me duhur. Po pse, për çfarë përgjigje? Në oralizm, organizim një përkujtestaria, çfarë i takon nga ana ligjore? Sigurisht. Mana shtetit. Është në pension në mamaja? Po, në pension është. Po, çfarë ju kanë thonë, çfarë përgjigje keni marrë në këto institucione? Nuk i takon thotë se ne trajtojmë tetraplegjik dhe paraplegjik. Po mirë, këta që për arsye të ndryshme mund ta humbasin edhe gjatë rrugës, siç e ka humbur mamaja juaj, si duhet të shërbehen. Sa ajo nuk lëviz dot, apo jo, duhet ta lëviz dikush, duhet ta shoqërojë dikush, duhet ta trajtojë dikush. Po. Nuk e di, gjithsesi duhet të identifikuar problematika, bëhet fjalë këtë përgjigje kush u ka dhënë, kush institucion? Po, në sigurimet shoqërore, që kur ishte Petrit Vasili me që në vitin 2002 e kam kërkuar që kur ishte Ministri i Shëndetësisë,
në të gjitha institucionet. Është ngjarje histori e vjetër, nuk është e kësaj kohe, pra, nuk është tani. Po. Qartë. Nuk e di, kam përshtypjen se duhet sqaruar mirë kjo puna, se kujt i takon dhe sigurisht ju ngreni një pyetje shumë të rëndësishme, të cilën ne do t'ja parashtrojmë edhe institucioneve shëndetësore dhe atyre sigurinë shoqërore për të kuptuar se ku futet kjo lloj kategorie njerëzish që humbasin për arsye mjekësore, pra këmbën apo dorën, apo diun me radhë probleme të cilat janë shumë serioze. Janë këmbë ka humbur. Po, e kuptova. Të falenderoj. Me vetëm pension pleqëri dhe asgjë tjetër. E qartë, e kuptova shumë drejt. Pra ju kërkoni që të trajtohet për kujdestarin për shkak të pamundësisë për të kryer asnjë shërbim vet. Faleminderit shumë, shpresojmë që të ketë një përgjigje nga sigurimet shoqërore në Korçë. Falenderoj zotërin për telefonatën dhe uroj që ky kalvar i gjatë të jap përgjigje më në fund dhe të marrë zgjidhje për problematikën që ka. Ecëm më tej presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Nga Greqia flasim. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Një gjë me bën përshtypje Patrik me se erdhe një në radhë parë në Ora News, se kishim kohë që të shikonim. Faleminderit. Ashtu. Edhe në radhë parë unë më habit ky popull shqiptar që nuk merret të gjithë me politikë. Merret me politikë sikur politika po ushqen. Bull të tregoj një si anekdotë, si histori me një çift që u martuan edhe u futën në një hotel, i binde servitori kamarieri me fjalë, i binde ushqimin, edhe nuk duam. Po me çfarë roni e pyetën me dashuri. Edhe ky popull shqiptar mos rro vetëm me politikë. Në fakt konsumojmë shumë politikë dhe kjo është për të ardhur keq, shumë e vërtetë. Këtu në Greqi, populli grek është po kalon një krizë. Megjithatë, librat janë pa lek. Unë çova nipin pardie në klasën e parë. Edhe për të them, të betohem, mos që nuk di përse të betohem, kur mori librat, se librat janë dalë në susja, në bango, në çdo nxënës, në bango, futet në klasë, merr librat, sa libra i takojnë, klasë e parë, edhe kur doli për jashta, i kënaqur, i gëzuar, edhe unë ndjeva një shqetësim të jashtëzakonshme që dëgjoja në televizor që librat i jepen me lek, edhe libra s'ka. Qartë. Pra, edhe t'i blejmë, po edhe s'kemi t'i blejmë. 529.000 që vjen në shkollë, na e para deri në të mesmen. Për 1.500 lek, që është mesatarja, the muna 1.500 lek, po mund të jetë 1.000 lek, plas me lek, si shezojnë lekët, ose më mirë të dhe me 1 euro, ben 4 miliard e 500.000. Sa janë për i shtetë shqiptar 4 miliard lek? Qartë. Atëre, pse nuk bëhet? Prandaj, në zgjedhjet e ardhshme, të kërkoj populli shqiptar të jepen librat pa lek. Kush e merr përsipër, le të fitoj. Dhe për çështjen e Dibrës, mos u thon Dibra nuk shiten. U shiten, nuk po them për një pjesë, një paketë. Shiten dhe u shiten shumë keq. Edhe pjesa tjetër, në një shtet që drejton një droguar, çfarë mund të presësh me ndaj shteti? Dhe populli shqiptar ka vetë faj që votoj një të droguar, ai që droguar, ai nuk do familjen e vet. Jo me të doj. Mos i hym tani në akuza personale, fundit është kryeministri i vendit, është zgjedhur me votë dhe nuk mundemi. Ai ka populli që më shtet. Kjo është problem tjetër pastaj, është çështje e popullit që duhet ta zgjidhë këtë problem, por gjithsesi ai është i votuar dhe është kryeministri i vendit, nuk mund ta akuzoj. I njët me Luk Boshe. Me Luk Boshe ke njët këj popull. Nuk arrit ta kuptoj. Vuan e si përfundim prapë për gabimi. Vuan prapë për gabimi. Po sa e do gaboj këj popull? Të falenderoj sidomos për çështjen e librave, të falenderoj shumë sepse është një problem që duhet marrë fund. Në fakt, ju zoria solli shembullin e Greqisë, por duhet padyshim që të ketë vëmendje institucionet shtetërore ta zgjidhin një herë mirë. Është bërë eksperiment vit pas viti, është puna të zgjidhet një herë mirë dhe të stabilizohet çështja. Fëmijët shkojnë në shkollë dhe duhet të kenë edhe stresin e teksteve shkollore. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. O Patrik. Po. Desha të shaj pak edhe ta kundërshtoj pak atë gruan nga Dibra, që tha të ndroj se aty Dibran pa dim pa iman. Në fakt, ashtu është. Duhet mbrojt atë, sepse nuk duhet shaj njëri tjetrin. Padyshim. Por atë që tha që në Kamës e kam mik ka Xhelal Mziu, edhe si i fitej zgjedhjet në Kamës, ma shumë lek dhe erdhi gjithë në Kamës se sa Mziu. Për lek nuk ka fitu sa gjithë.
kurse në Dibër nuk humbi kandidati i Partisë Demokratike, pse u rrah një banor i Dibrës, se s'u bë Qiametit. Ai është një person që u rrah dhe pak njerëz të afërm kish. Dhe gabim është bërë që është rrahur, padyshim. Patën bajnë shumë arsye tjera, siç ishte kandidati që ishte në vend aty. Mirë, ka 1000 arsye që duhet bëhen analiza, sigurisht duhet analizohen, por sigurisht duhet të jenë edhe pjesë e hetimit të gjithave ato veprime që mund të kenë dyshime për blerje, vjedhje, ku diun, gjitha akuzat që janë ngritur gjithsej se ka pasur shumë akuzat ngritura gjatë fushatës, gjatë ditës zgjedhjeve, pas zgjedhjeve kështu me radhë. E qartë. Shumë faleminderit. Ju përshëndes dhe uroj ditë të mbar. Faleminderit që telefonuat dhe sigurisht edhe seruat pozicionin tuaj. Faleminderit. Ecim më tej, presim tjetër telefonata. Alo, mëngjes. Mirë se erdhët zonjë, përshëndetje. Përshëndetje. Po. Jam nga Pogradeci. Po, zonjë. Desha të flisja për këtë kualidimin e makinave që bëhet me kost. Po. Është një katastrofë atje, po të shpjes makinën, do të kërkej në vite edhe dhe sa e fysh të dalis, paguan nga 10.000 leka. Dhe të ndjerin probleme kopë se kopi për makina, dhe ta rasi që paguan, po të ndjerin probleme dhe të vështisin që të duan ata. Qartë. Është një skandal i papar. E keni provuar vetë, pra e keni pasur si rast kuriz vetë? Qartë. Po. Janë punonjësit aty apo vetë kompania që organizon gjithë ta? Janë punonjësit aty që të ndirin aqë probleme, ta më zgjiti njëtën aty, ta majtë makinën e ka e një fare. Jo po e shqiviti, jo po ka këte, jo po ka këtë pretendime, po di që duhet e ajtë makina e rejdu, ta punon njëra. Që ka akcidentet që ndodhin, nuk ndodhin asë një akcident nuk ka ndodhur për fajtë makinës. Për akcidentet ka ndodhur për shpejtësinë. Për shkak të mendjes. Për shkak të mendjes, kurse këto janë për rrugët, këto janë pretendime vetëm për të të gratur. Në që paguan për atë leka si, po vetëm nga Pogradeci në kohë të vjetëra, pra që të kualidimi bëhet në koste. E kuptoj. Dhe është një katastrofë, të vërtisin si të duan, paran të amarin si të duan, dhe s'ta japin kualidimi, dhe s'ta japin si të të këtë atyra. E kuptova. Bëni një kontrol dhe do të tonë të shirë. Shumë faleminderit për sinjalizimin, ju përshëndes zonjë dhe uroj që këto të dëgjohen dhe të reflektohen në shërbimin që ofron kompania pra për kualidimin e makinave. Ecim presim tjetër telefonat, mëngjes. Mëngjesi, Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Të bëftë mirë kafeja. Faleminderit. Dëgjoj tani. Po. Falenderoj televizorin tuaj që në brëm ka inauguruar rrugën 1 kilometër e gjysëm. E pas brëmë tek Blendi Feziu që ora njusë kishte vajtur tek vëndjari tek paravionin e Kamlafin që kishte bërë të pistën që kishte bërë të pistën për atë avionin që që futur me kokë. I vetmi televizionin i vetë juve që priti shiritat e rrugë. Po që bëhet kështu janë. Po sikur ta marrim do të atë rrugën e ta vendosim diku ku duhet. Prandaj, na e falenderoj televizorin. Mund të jetë televizori juaj që inauguron vetëm rrugët në Shqipëri. Prandaj, tani të futemi pak në temë, nuk do të zgjatem shumë, Pas brëm që ndjekja të emisionit të Blendi Feziu, ata gazetare po i bëjnë pyetje ati a zëvëndës me Stefan Qipas. Ata po i thoshin ujku, kjo është e gjurmët. Unë habitër, si duhet të dalë një zëvëndës i bëshëm, të dalë aty, a i po i thoshte për 2016 dhe kjo i thoshte që është bënë në 91. Po pse o, kjo është rezultati, kështu do vazhdojmë në më vjen shumë keq. Prandaj, ata avion që kisha rrugë që futur me kokë në rreth, nuk e sjell Patrik, as ti, as unë, po e sjellën pushtetarët. Prandaj, mos të flasën ta shohin mi shqiptarët. Tani shohin aty në flesh aty tek televizori ytë, sot që në Dibët janë shkuar rreth 40.000 lekë sot. I mbarua 20.000 lekë, kaq kaloi domethënë pretendime domethënë sa mori votës, si s'po bën në Dibë sot, lezo tek fleshi ytë. Prandaj që të flasën më pëlqeu telefonata e atij, më pëlqeu telefonata atij personit,
atë person që folë nga Greqia, ka folë në mënyrë të shkëlqyer. Ai po t'i vëri edhe dje në parlament, pa dhe njoftimin Flamur Noka, pa dhe njoftimin, unë kryeministri, sa edhe njoftimi doli, me gjithë sanitarin, se u dha njoftimi që avioni që futur me kokë në rë, u përpëlit të dia i piloti, dha, natë janë nate, më falë, vinte si ajo podha në Përbllek, përfundimisht, në orën 22, u zbësyre do ngarkoja sa 200 kg. Prandaj, një telefonus të bëri një telefonat edhe të dha një denoncim të da. Vërtet, shumë e vërtet. Po, prandaj, ç'të them më pas tek tani, për televizionin tuaj. Ta marrim atë rrugën e ta vendosim diku, ta shfrytëzojmë. Po, të keqë sa më shumë, po, urim e televizionit tuaj që inauguron në pistat e Asasit. Faleminderit shumë. Ju përshëndes, uroj ditë mbar, eci më tej të presim një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes, Mesur Gjeta. Dhe është të them diçka. Është për të ardhur shumë keq, kur bot muhabeti tropojanët, dibranët, teja, ne, tepelencita, e kupton. Është për të ardhur keq, sepse kjo është një vjen nga keq mënyra se si është edukuar politikisht në popull. Pra është injektuar kaq politika sa kemi filluar ta ndajmë njëri tjetrin. Për 25 vjet që i ka humbë gjithçka. I ka humbë vlerat e veta, kanë humbë vlerat e malësisë, vlerat e labërisë, vlerat e gjithçka, edhe po shkojnë pas një politike qelmur, a kupton? Edhe tani merret në përgoj Dibra, merret në përgoj Tropoja, merret në përgoj gjithkush, a kupton? Kjo është për të ardhur shumë keq, a kupton? Ne jemi 28.000 km2, as 3 milion banor dhe thymet i ndajmë kështu gjërat, edhe nuk ka kuptim. Vëmë që të unifikohemi, të punojmë gjithë bashkë për ta ndërtuar këtë. Imagjinoje kur të bëhet dhe Kosova, që shpresojnë edhe Maqedonia, edhe Qëmëria, qa do bëhet, a kupton? Do zem vlerat e njëri tjetrin. Po të bien vlerat e Tibrës, vlerat e Tropojës, vlerat e Jugut, vlerat e gjithkujt, a kupton? Është shumë keq për t'i marrë në përgoj, a kupton? Shumë e rëndësishme kjo që sa. Kjo është për të hapur syt për të ardhmen tonë, se qa bëhet me këtë politikë, jo me pa vlerat e njëri tjetrit, a kupton? Se historia i ka shkrujt vlerat gjithmonë, a kupton? Drejt. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë mendimin tuaj. Ishte shumë e rëndësishme për të kuptuar se nuk mund të ndahemi thjesht politikisht e të fillojmë të etiketojmë njëri tjetrin. E rëndësishme është që gjithë secilit mendoj e të punoj sa më mirë për veten e vet dhe kështu për të gjithë bashkë. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo, mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Nga Elbasani u flas. Po, përshëndetje Elbasani. O, zoti Patrik. Po. Qeveria e soshme për mua ka shkelur vijën e kuqe. Pse? Ka shkelur vijën e kuqe. A kuptove? Po, pse? Ka shkelur vijën e kuqe për 32.500 familje që jetojnë me ndihmë ekonomike. Dhe prej këtyre kërkon, paguaj 10.000 lekë në muaj, 10.000 lekë në muaj të vjetë, ashtë gjithmonë drejtat e kaluar, borxhin e kaluar. Të paguaj drejtat e soshme, ujtë dhe ngrohjen të soshme, që mund të pushoj 30 apo 40.000 lekë, i ndihmë ekonomike, me gjithë ujtë. Me çfarë do ushqemi me 40.000 lekë ndihmë ekonomike, kur punët e zezë nuk gjitha. Ne kemi punu në zezë, nuk do ka mbajtur ndihmë ekonomike. Ndërtime me leje s'ka, ndërtime pa leje s'ka, rrugë ndërtime s'ka, punë të zezë burg, në biznesën e burg. Për mua ka shkelur vijën e kuqe. Ndryshim nga qeveritë e kaluara, na ka lejuar punën e zezë. Edhe jo se punojnë gjithë vitin, pa punojnë me ujë caktuara, merren në ndihmë ekonomike. Me 40.000 lekë të vjetra ose 40 euro për 4 persona. Me 50 euro për 5 persona në muaj nuk ra një mase. Ose një qetë që nga kavaja. Puna e zezë është rëndësishme që të hiqet. Kuqe qeveria, me çdo kusht. Ju si media duhet të mlidhen urgjentisht, jo i lutem, ta marrë një sekond. Po. Nga çdo kujt do të mirë parlamenti për këtë problem, se punë të zezë nuk ka, punë të bardhë nuk ka. Me 40 qeveria lan duhet si Pol Pilati me 40 euro në muaj, e ka mbyllur programin timun, edhe rritje ekonomike 2.4%. Sigurisht ka rritje ekonomike nuk e dia. Kërkoj që ndihma ekonomike të kthehet në minimum bazik, të përfshihet ujë, bukë, dritat, edhe ushqimet në kushtet e burgut apo spitalit. Qartë.
Të falenderoj shumë për telefonatën, sigurisht që është një mesazh. Megjithatë, unë nuk jam dakord që të lejohet puna e zezë, por të ofrohet mundësia për të punuar në të bardhë. Mirë tha zotëria, por ai tha që nuk ka as punë zezë tani as punë bardhë. E rëndësishme është të rregullohet me ligj çdo gjë dhe të funksionojë konform rregullave ku gjithë secili të marrë atë që meriton. Minimumi etik është shumë i rëndësishëm, e kemi thënë edhe më herët, përderisa nuk përcaktohet minimumi etik, atëherë sigurisht mund të luhet fare mirë edhe me këto pagesat, edhe me gjitha, pra mund të vendoset sa të doj pastaj minimumi i pagesës. Presim telefonatën e fundit për sot. Alo, mëngjes. Mëngjes, Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Përshëndetje, nga Italia ju flas. Po, mirë se erdhët. Tani, portfolio ka shumë probleme, shumë gjëra portfolio, po unë do të ngrihem në një drejtim tjetër që na shqetëson ne që jemi miqtë tuaja. Po. Pikërisht për problemin e sigurime të cilat kanë emigrantët, po thuajse të gjithë në Itali. Po, për njojën e kontributeve në të sjellta, qartë. Mirë, për njojën e kontributeve, po është një diçka tjetër që në qofset në Shqipëri lidhet në shumë gjëra këtu në Itali lidhet në një mënyrë spetajonale kontributet e emigrantëve shqiptar. Si? Në konkretisht të një shembull. Po. Në qofse në një ndërmarrje punojnë 15 punëtor dhe 2 punëtor i marrin me të njëjtën moshë, i marrin me të njëjtën familje, i marrin me të njëjtën fëmijë. Italianit i mbahet 0.8% në kontribute, kurse shqiptarit i mbahet 1.2%. E kuptova. Kjo 0.4% ndahet midis shtetit, midis qeverisë italiane dhe qeverisë shqiptare. Po pse? Kam arritur në konkluzion e mendim. Urlo? Po si ndahet? Kam arritur në konkluzion. Okej, shpjegojeni edhe Kam arritur në konkluzonet e mia, mendim 10.000 dhe së fundi më shtën 5 slavisht kështu. Sa fëmijë ke? Janë për ju, kanë 2 fëmijë. Dhe në thënë, dhe për jenë edhe as vetë, edhe pjetë e ma, e bëra vetë dhe për jenë edhe as vetë. Po përton në çfarë gjë lidhet këtu. Atëre kur vjen problemi që unë për shembull si emigrant mund vetëm në pension, unë kontributet i kam -4%. E qartë, e kuptova logjikën. Tani, pyetja ime është kjo, ju, si program që më pëlqen jashtë mase, keni dhe mënyra investigative në këtej, mundësisht fotoni këtij problemi. Patjetër. Madje mendoj se është një prej atyre çështjeve që meriton shumë vëmendje, sepse bëhet fjalë për një shumë të madhe parash që abuzohet në kurriz të qytetarëve shqiptarë që jetojnë jashtë dhe mbi të gjitha bie në xhepat, sigurisht të mënyrës se si më pas bie si minus në xhepat kur të marrin pensionin. E falenderoj shumë zotërinë dhe absolutisht që është një temë që vlen për të investiguar. Shumë faleminderit. Ecim dhe sigurisht në vijim ju lënë në shoqërinë e programeve të Ora News dhe Channel One, lajmet në Channel One, ndërkohë që Ora News do të ketë recetën e ditës, pastaj lajmet në orën 9. Unë ju lo takim nesër. Mirupafshim. Faleminderit që na telefonuat dhe na ndoqët.